Sot do ju jap të vetmin premtim që do mbaj për 4 vitet e ardhshme. Ashtu siç mbajta premtimin për 24 orë ujë, për mjekësi falas, për ulje taksash dhe për krijimin e 300.000 vendeve të punës, të cilin ne e tejkaluam sepse fal ikjes tuaj, fal ikjes së 700.000 shqiptarëve nga Shqipëria, u krijuan 700.000 vende pune. Dhe premtimi i vetëm që ju jap është që mbas si t'i japin pasaportën shqiptare gjithë europianëve, në fund të 2030-s do japim pasaportën europiane të gjithë shqiptarëve. Kjo që shihni këtu, dashur miq, është pasaporta më e bukur dhe më e sigurt në botë. Për gjithë ata që janë socialist, pasaporta e re do dali 3 ditë pas aplikimit, kurse për ata që janë opozitar, minimumi është 6 muaj. Dhe më lejoni të ndaj me ju disa nga veçoritë e bukura të pasaportës shqiptare europiane. E para, në dritat ultravioletës mund shikohen izoipset e Alpeve shqiptare. E dyta, kur hap faqen e parë pasaportës, përveç elementëve të sigurisë, më shvashili, ja ku kemi këtu një shqiptare nga Shëngjili, Fatbardha Kukumba, përveç elementëve të sigurisë, faqen e parë, në faqen e dytë do keni foton e herojit tuaj kombëtar, mua. E treta, përveç fotos tuaj që është me element sigurie, do keni edhe filtra bukurie që mund t'i kaloni kështu dhe të zhdukni rrudha, të zhdukni puçra, të zmadhoni syt derisa syt t'ju pëlcasin. E katërta, faleminderit. E katërta, fal fletëve të sajt mpreta, me këtë pasaport ju mund prisni bukën, mund prisni mishin, mund prili fruta, perime, të lyeni bukën, të suvatoni muret dhe të ndërtoni të ardhmen tuaj. Kjo pasaport jo vetëm që do e hapi dyert e botës, por do e shpëtoj dhe jetën. Në qoftë se larg qoftë humbisni në det, ndryshe nga çdo pasaport tjetër që mbytet, kjo pasaport duke shtypur këtë butonin e vogël tu, i del pipthi dhe mund t'i fryni dhe ta përdorni si komardare për të shpëtuar jetën. Dhe qoftë se larg qoftë humbisni në shkretir, mjafton t'i nxirrni pipzën e saj anësore edhe t'i pini longun kësaj pasaporte. Por edhe nëse humbisni në pyll, mund të karikoni celularin tuaj duke i fut fishën pasaportës dhe do keni bateri 24 orë. E gjashta, edhe nëse berberi juaj fal qeverisë tonë ka ikur në Gjermani, duke shtypur një buton këtu on-off, ju mund ta përdorni këtë pasaport për të rrujt e për të qeth e për të qatë doli ju. E shtata, duke lidhur pasaportën me llogarinë tuaj bankare, ju mund të paguani taksat, ujin, dritat, ta përdorni si kartë krediti. Por kjo nuk është e gjitha. Ju mund ta përdorni pasaportën e re shqiptare europiane dhe për të shkarkuar dokumenta si hard disk. Mund të shkarkoni familjen tuaj si PDF, mund të shkarkoni fisin tuaj si PDF dhe për gjithë ju që flit, mund të shkarkoni dhe dashnoret tuaj në format rar.
Dhe fundit, sa asnjëherë nuk i dihet, kështu si ka ardhur këto kohë, edhe nëse në 2030 Bashkimi Evropian nuk do të jetë, ne thjesht do i ndryshojmë këto dy emrat. Nga EU, European Union, do i bëjmë UE, United Emirates, pra në Emiratet e Bashkuara Arabe. Se pa ju fut me i ven, nuk rri, se është burg, a se është, nuk e di. Në përkodra, për shëllënjë. Mirëmbrëma. Tani që doli në dritë, një pëllumbesh e vërtet. Faleminderit, burere. Vit, mos e keme salmonella, Tomi. Sigur ta di. Bayern. Salmonella, dorë me një. Po pas kemi ndryshime edhe nga ty. Po. Qa është ky ishull i ri këtu? Ky i ftohtë i dojna, i prishit të mbjellat. Mirë dukesh. Por i krasitëm gjitha dhe thamë të presim pranverë. Dalën më të forta, kjo ka rëndësi. Mirë se erdhët në këtë episod të 10 të Piranjat Show për këtë sezon. Ishim edhe në lidhje të drejt për drejt me KM që ndante pasaporta. Po nuk e kuptova nga ku. Nga ku më? Qënë si ka nga ku më i dëre? Unë s'kuptova sa. Sa, pasaporta po jepë. Po unë që dua. Pse? E ke? Po hek më. Shmorri. Se ti ki më. Jam vëndin tim më. Po lëre më kismetin të tjerë. Tani, se ma kujtoj vetë po. Nuk di të kem parë ndë njerë KM me regjistrim o ty. është gjithmonë live, është kudo live. Madje është live edhe në vëndet të ndryshme në të njëjtën kohë. Është njëshi live. Unë mendoj që ato e kanë klonuar. Ashtu? Absolutisht, sepse ai del. Live New York, live Paskuqan, live Surrel, live me Melonin, live me Trumpin, live me Schulzin, live me Schulzin, live me Macronin, live me Makaronin. Ja, u knoq, shi si vjen mirë. Madje dhe live karaoke e ke tu knu. Ja, harrove diçka shumë të rëndësishme. Është live dhe në Mars, në Mars. Gjithta që kanë çik, kanë filluar i kanë ngritë rezidencat Mars, Flor. Rim në merr me tokën. Ja. Një Surrel, një Mars, keqen. Madje ka dhe nga ata që besojnë se nuk është toksor, nuk është prej kësaj bote. Është si ata në Korenë e Veriut që besojnë që Kim Jong-uni nuk shkon në banjo. Sa i është vetë. Sa i nxjerr lule. Ai ku do që shkel, qërë mbira të dojë? Një lule në formë pasaporte. Prekti sa rritet ajo, ta ke këput pasaportën, ke gjepin? Ama tek video që pam të duket sikur po vjen babagjyshi me dhurata. Ai e treguar fëmijë mbarti. A votove ti? Na një pasaport. A spionove komshiu ti? Na pasaport. Vetëm se dhuratat, kryeministri jonë nuk i ka prej vërteti, i ka prej renderi. Në kompjuter, formë digitale. I ka kështu si 3D thua ti? 3D, na mirë. Me që jemi tek inovacioni, e diti Flor, cilë është i vetmi vend në Shqipëri ku jetohet në të ardhmen, nuk jetohet në të Të lutem ma thuaj, Dojna, se ngitem duke jetuar në të shkuarën. Të lutem ma thuaj. Më lërë të ndriçoj. Më ndriçoj jetën, ha? Vendi më kreativ në Shqipëri është? Nuk është piramida. Ja. Është Roskoveci! Ku janë duar trokitët më Roskovecas? A pra? Roskoveci, mos dojtë të thoje principata e Roskovecit? Bravo, aty ku sundon sultanesha e Roskovecit. Mi kesh në fakt shumë e vjetër e Piranjat Show. Të mbaj mend që e ngritur dhe një herë për të çështje. Shumëzohem e 10, sa del? Princesha de Buff. Nuk e di. Po gjenë që çfarë ethesh, se kanë zënë ethet në Roskovec. Tashi, unë mendoj që në Roskovec mund të kenë ethet e salmonelës? Ja. Jo. Ethet e verdha? Ja. Ethet e arit? Ja. Ethet e shtunës mbrëma? Ja. Po çfarë? Jo, pra jo, janë ethet ekologjike. Roskoveci, bashkia me një buxhet fare të varfër, po hedh qindra mijëra euro për të bërë e gjelbër.
Unë nuk e kuptoj të xhelozin tënde. Bravo i qoftë që po mbillni pemë. Bravo, le çfarë të dojmë. Qa pemë është thua? Qa pemë është thua? Më larg qoftë të mbillin pemë. Jo, më jo. Kanë përfunduar instalimin e një stacioni për karikimin e makinave elektrike dhe kanë në plan dhe instalimin e 3 paneleve diellore. Pra, qindra e mijëra euro, por të paktën janë green. 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 Po, ata janë na green. Jo green. Na green legët. Po të këseri si me e gothët gjepi. Jam shumë kurios të didojna. Sa makina elektrike ka në Roskovec? Nuk ka. Po... Jo, nuk ka. Po do ket pas 30 vitesh. Po. Do ket pas 30 vitesh, që i bëjmë që tani i shpenzojmë to para, që t'jemi të përgatitur. Jo, shumë mirë. Bo, mbase, mos ka në i këshu ushqen gomeret me korrent. Ka gomer elektrik. I lidhim bishtin aty. Po, vjen gomare, fut atë prizën kështu. E mo, mbushe. Edhe pak. Iki, se erdi lopa. O, djali se do karikoj që kalin. Të lutëm shumë të gjithë. Ose ka një pajisë për shumë që mjelin lopët në mënyrë elektrike. Po. Interesant të dojshtë. Po mirë, këto lekët. Një pyetje kështu, naive. Po sigur ti përdorin për të pastruar këto ujërat që janë të dotura nga latë? Jo. Po sigur pastruar me një gjë këtë ajrin me atë që ka të erë në keqe. Ajrin në Roskovecin? Po jo, mërë burë, po nuk do ishte më Roskovec, mërë Flor pa atë ajrin. Po jo, tani është karakteristike e vëndit. Ke shumë të drejtojnë. Tani që e mendoj, a di çdo të thotë po të heqësh atë erën e keqe Roskovec? A di sa gjëra të qija ka pas? Si të heqësh Mona Lisën nga Parisi. Po të lutem. Gjëja e parë keqe që do ndodhi, po që merrle keqe, gjithë banorëve t'i pushoj dhimbja kokës. Sa romatizma. Lloj helmimesh. Por ata kanë filluar e mbledhin, mo. E mbledhin e fusin kështu në kavanozë dhe e shesin. Çfarë thua? Shitet, më shitet. Domethënë pas. Sa budallinka aty jashtë, sa duash. Domethënë pas de toalet, de parfum, kemi edhe de Roskovec? Po. Por de patos marinzës nuk e kalon. Aty janë. I shitur shkurtimisht ajri, ai do të ngelet, nuk do merret njëri me ajrin, ama po qëlloj të vinë një taksi elektrike me turist, jo, po pse më do fliqemi para turistëve ne? Po pse të shkush deri në Tiranë, thotë? Po jo, më karikon mua aty ndaj. Frar Dërista na sjell zhvillimet më të fundit që ka ndodhur në Roskovecin e Sultaneshës Bufi. Sa bateri ke? 2%. Hajde, shkojmë në Bushi në Roskovec. Nuk e mbaj mend, s'më kujtohet kjo gjë. Kam kujtesën e dobët vuaj nga memoria. Po nuk e mbaj mend, vuaj nga memoria. Nuk e mbaj mend, jo, nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Nuk mund t'ju them një gjë që nuk më kujtohet. Zonja që dëgjua të thot 10 herë nuk e mbaj mend apo nuk më kujtohet, është Majlinda Bufi, kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, e cila është mësuar aq shumë me prezencën tonë. Zonja kryetare, përshëndet. Zonja Bufi, zonja kryetare. Zonja kryetare. Zonja kryetare na dëgjuat, besoj apo jo? Aq sa duket se jemi miqësuar tashmë. Por koha ecën dhe njerëzit ndryshojnë. Dikush sëmuret nga humbja e memorjes. Nuk e mbaj mend, s'më kujtohet kjo gjë. Kam kujtesën e dobët vuaj nga memoria. Dhe meqense kryetarja duket se pas ka probleme me kujtesën, po ja rifreskojmë ne me disa të dhëna dhe fakte për tenderat e shpallur në vitin 2025 në qytetin që ajo administron prej 10 vitesh. Bashkia Roskovec është një nga bashkitë të cilat Ministria e Financave i klasifikon në listën e njësive vendore me probleme financiare për shkak të borxheve të larta që kanë ndaj palëve të treta. Ende të pashlyera sot e kësaj dite. Kjo njësi klasifikohet në grupin e 3 të bashkive sa u takon numrit të banorëve, duke u listuar si një bashki e vogël, ku të ardhurat sigurojnë kryesisht nga taksa e pasurisë. Për të kompensuar dhënien e shërbimeve për komunitetin, Bashkia e Roskovecit mbështetet edhe nga buxheti i shtetit përmes transfertave të pakushtëzuara. Në total, buxheti që ka kjo bashki për vitin 2025 është rreth 9 milion euro, nga ku 2 milion euro janë mbështetje e buxhetit të qeverisë qendrore, e ndodhur në këto kushte me vështirësi financiare për shkak të detyrimeve të prapambetura dhe me ndihmë nga qeveria qendrore, logjikisht Bashkia Roskovec duhet të përqendrojë shpenzimet e saj në plotësimin e nevojave të komunitetit dhe nxitje në ekonomisë së zonës. Por jo, nuk ndodh kështu. Roskoveci bën pjesë në listën e bashkive me densitet të ulët biznesi, të cilat përpasoj tregojnë edhe një varësi më të lartë nga ndihma ekonomike në krahasim me bashkitë e tjera. Sa i takon investimeve për frym, referuar raportit të Ministrisë së Financave, Bashkia Roskovec mund të shpenzojë jo më shumë se 5.000 lekë.
ndërsa realizimi i shpenzimeve për investime nuk e kap vlerën 20%. Pra diku shkojnë këto miliona të parashikuara për buxhetin. Referuar raportit të Ministrisë së Financave për vitin 2023, 47% e buxhetit të bashkisë shkon për shpenzimet e personelit, edhe pse vetëm 8.2% e gjithë stafit janë të trajnuar. Nga viti 2022 në vitin 2023, shpenzimet për personelin u rritën me 19%, ndërsa sa i takon shpenzimeve për investime, ato u ulën me 37%. Mirë po gjithmonë ka vend për reflektim dhe përmirësim. Sidomos sot, kur gjithë shka varet nga teknologjia, inovacioni, shkenca. Prandaj, më datë 22 janar 2025, Bashkia Roskovec hap një tender me fond limit 112.500 euro për të instaluar 3 smart flower dhe për të ndërtuar stacion tregtar për makinat elektrike bashkë me njësitë e karikimit. Dikush mund të pretendoj se kjo iniciativë me qasje drejt inovacionit është shumë e mirë, por ju rikujtojmë se këtë tender nuk po e bën Bashkia i Silicon Valley në San Francisco, por ajo e Roskovecit. Sipas përllogaritjeve, buxheti mesatar për një banor të Bashkisë Roskovec është 9.300 lekë, pra mesatarisht Bashkia ka në dispozicion fonde për të shpenzuar për një banor të saj maksimumi 10 euro në muaj. Kjo shumë reduktohet, po të llogariten shpenzimet për punonjësit e bashkisë, fondet që jepen për mirëmbajtje, ujë, drita, energji, asfalt normal, asfalt elektoral, mbrojtje nga zjarri, arsim, shëndetësi dhe një listë gjatë me shërbime komunitare të domosdoshme. Dhe në këtë situatë që ndodhet kjo bashki gjen fonde plot 112.500 euro për të ndërtuar stacion privat për karikimin e makinave. Stacionet private të karikimit të makinave elektrike ndërtohen nga vetë palët e interesuara që blejnë këto mjete ose nga operator privat, të cilët më pas shërbimin e karikimit të makinës e japin me pagesë për të nxjerrë koston e investimit dhe një fitim të mundshëm. Nuk ka asnjë bashki tjetër me fonde më të mëdha në dispozicion edhe se Bashkia Roskovec dhe me numër më të lartë makinash elektrike që të ndërtojë me fondet e taksapaguesve stacione karikimi, që ai që ka mundësi të blejë makinë elektrike të shpenzojë sa më pak. Kjo vetëm politikë sociale që nuk është. E nëse ndokush do të thoshte se mbron mjedisin, iniciativat për kategorinë e makinave elektrike i ka dhënë qeveria qendrore që ka përjashtuar importin nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Në këtë rast është si një pikë karburanti që synon të shërbejë familjeve që kanë pronësi një mjet me lëndë djegëse, të ndërtohet me paratë që bashkia i mbledh qytetarëve nga taksat. Por kjo nuk është çudia e vetme me këtë bashki. Sikur të mos mjaftonte stacioni modern, bashkia kërkon të blejë dhe të instalojë 3 lule të llojit smart, të cilat nuk janë as më shumë as më pak se panelet diellore që marrin rrezatimin e diellit dhe e kthejnë energji elektrike. Fuqia e instaluar e tyre është 2.5 kWh, çka do të thotë se sasia e energjisë në vit që këto lule smart prodhojnë, sikur i gjithë viti të bëj kohë me diell, nuk i kalon 5.500 kWh, sasi që nëse e blen pa koston e prodhimit që ka korporata elektroenergjitike, por me çmimin që e tregton OSHE, do të kushtonte vetëm 630 euro. Por sa do të shpenzoj Bashkia Roskovec për lulet smart? Nëse për të ndërtuar një stacion elektrik, maksimumi i shpenzimit është 5.000 euro, kosto për blerjen e një luleje është 10.000 euro për kilovator, në këtë rast 25.000 euro. Ndaj lind pyetja, a ja vlen që të shpenzohen 25.000 euro për 5.500 kilovator prodhim vjetor, ndërkohë që kthimi i investimit vjen pas 40 vitesh, kur instalimi i kësaj pajisje amortizohet tërësisht për 35 vjet. Qartazi është një investim e humbje, pasi nuk i kuptojmë arsyet ekonomike të Bashkisë Roskovec, sepse ose nuk ka çfarë t'i bëj parat, ose shpik tendera kot më kot për të çuar përfitime tjetër kund. Dhe nga konsultimi i çmimeve dhe ofertës fituese të këtij tenderi, duket se ka gjasa të jetë arsyeja e dytë. Nëse çmimi mesatar i një luleje smart është 25.000 euro, në total për të bler 3 të tilla do të nevojiteshin 75.000 euro, e nëse shtojmë dhe stacionin elektrik me vlerë maksimale 5.000 euro, nuk do të nevojiteshin më shumë se 80.000 euro. Oferta fituese është ajo e kompanisë Albavia me vlerë 106.000 euro pa TVSH, afërsisht 26.000 euro më shumë se çmimi që këto pajisje kanë në internet. Sipas të dhënave të tenderit, bashkia ka skualifikuar ofertën më të ulët me vlerë 99.000 euro të bashkimit të operatorëve 2AF dhe EMPI, për t'ia dhënë një kompani ndërtimi, firmës Albavia. Dhe për të marrë përgjigje për gjithë këtë tender inovativ, por me pikpyetje të mëdha prej fillimit e deri në fund, menduam të pyesnim të zonjën e punës. Kush më mirë se kryetaria e bashkisë do të na japë përgjigje për një tender të firmosur nga vetë dora e saj.
Në fund të janarit keni shpallur një tender për blerjen e 3 luleve smart dhe për një stacion elektrik. Nuk e mbaj mend. Nuk kam. Keni informacion? Jo, nuk kam. Nuk më kujtohet. Bashkia juaj? Sepse ne bëjmë shumë, kemi bërë shumë prokurim, s'më kujtohet kjo gjë. To ketë bërë kaq shumë vallë sa të mos mbaj mend asgjë. Cila është nevoja e qytetit për këto 3 lule smart, duke qenë se llogaritë tona dalin me humbje? Kur ta kemi informacionin e plot do t'ja përgjigjë. Po është një tender që e keni shpallur ju, nuk e mbani mend? Kaq shumë keni Bëjmë shumë procedura dhe nuk e mbajmë mend. Si ka mundësi kaq shumë? Po se kam kujtesën e dobët. Qytet i vogël. Kam kujtesën e dobët, vuaj nga memoria. Një qytet kaq i vogël. Unë vuaj nga memoria. Jo, flas duke qenë se keni shumë prokurim. Unë vuaj nga memoria dhe nuk i mbaj mend gjërat që të përgjigjem tani. Prandaj, nëse doni përgjigje saktë, këtë pyetje drejtoheni bashkisë dhe specialistët përkatës, pasi të marrin gjithë informacionin do ta keni përgjigjen. Po nuk e mbaj mend, vuaj nga memoria. Mirë, prokurimet nuk i mban mend, po faktin që vuan nga memoria si e mban mend xhanëm. Nuk e mbani mend që 3 lule kushtojnë 75.000 euro, një stacion elektrik 5.000 euro. Mbaj mend i nderuar. Pse keni shpallur fitues atë që ka ofruar më shumë, 112.000 euro, kur të 4 oktober dhe jemi në publik. 3 lule smart janë gjithë Shqipërinë. Tani po ju përgjigjem dhe po ju them nuk e mbaj mend. Asgjë nuk mbani mend nga ky prokurim. Nuk mbaj mend, nuk mund t'ju them një gjë që nuk më kujtohet. Që i kujtohet, jemi të sigurt që i kujtohet. Për me sa duket, kryetare sipas kanë ngecur akrepat. 3 lule smart. Të lutem shumë, nuk e mbaj mend. Jo, vuaj nga kujtesa dhe nga memoria. Asnjë stacion elektrik, po një ka. Mbaj mend. Nuk e mbaj. Jo, nuk e mbaj mend. Nuk mund t'jap një përgjigje në tym. Të paktën mbaj një ditar o kryetare, se kështu si e ke nisur do harrosh edhe kryetarja e kujt bashkieje. Se mos të gjejmë ndonjë ditë në ndonjë bashki tjetër. Pse ndërtohet një stacion elektrik me lekët e taksa? Marr informacionin nga sektori përkatës, argumentimin pse bëhet do t'ja përgjigje. Pasi ta merrni informacionin, do ndërtoni dhe i karburant që mos diskriminoni ata që kanë makina me karburant. Do bëjmë studimin për këtë gjë dhe ta shohim. Nëse nevoja del, patjetër që po, pse jo? Kjo po që është kryetare. Gjithsesi, për pyetjet që i bëm nuk morëm përgjigje. Megjithatë, diçka kuptuam nga ky takim. Në ndryshim nga herët e tjera, kur ka angazhuar gjithë policin bashkiake për të penguar kolegët, kësa here kryetaria u shfaqe qet pa e prishur as pak Terezin. Ku e merr sigurin kjo zonjë me gjithë këto skandalet e një pasnjëshme që kemi denoncuar? Kjo pyetje në fakt duhet drejtuar edhe diku tjetër. Dhe diçka tepër të rëndësishme. Me këtë problem që pas ka kryetaria, me gjas do të kemi zgjedhjet parakoshme në Roskovec. Duke parë fushatën që ka nisur, her pas here të kap syri fytyra të bukura, të veshur mirë që kanë dalë për të takuar Shqipërinë e varfër të periferive, normal të veshur keq. Zgjedhje, dakord. Kandidat të rinj, gjithmonë mirë. Problemi është se kur themi të rinj nuk e kemi fjalën për energji të reja politike, për ide që çajnë errësirën. Jo, ajo që shohim në këtë fushat janë të rinj Instagrami, të rinj që politika i ka thirrur jo se kanë bërë ndonjë gjë në jetë, por sepse duken bukur në kopertinën e partisë. Po kush janë këta njerëz? Shumica janë të 20-at e tyre, që kanë bërë më shumë sfida në TikTok se sa aktivizëm politik. Nuk kanë qenë asnjëherë në asnjë protest. Lemët kanë organizuar vetë një të tillë. Shumica nuk e ka idena se çfarë përfaqëson partia që i ka përfshirë. Tani sapo partia i dha një vend sigurt në parlament, lan pushimet në Dubai dhe shkuan në përfshatrat e Dukagjinit, Dumres, Dukatit. Disa prej tyre e takojnë popullin vetëm në verë, kur populli është kamarieri që u servir pjatat në jug, Sarand, Ksamil, Dërmi. Aty është kontakti i tyre i parë me realitetin shqiptar. Dhe këta janë emrat që nesër do të vendosin për ne të gjithë, ndërkohë që nuk din të bëjnë asnjë deklarat pa ndihmën e ChatGPT-s. Të paktën të bëni ndonjë video TikToku ku të shpjegoni se çfarë është komisioni i ligjeve, se ndoshta mendojnë që është ndonjë event mode. Partia u bëri një ofertë, sepse partia do njerëz të rinj të bukur që nuk mendojnë, as pyesin, lemët kritikojnë, dhe ata e pranuan. Madje postimi i parë pas sfilatave në udhëtimet jashtë ishte sa krenarian për mundësinë. Një vend i sigurt në parlament, pse jo? Pa asnjë përpjekje, pa asnjë përgjegjësi, pa asnjë ide. Po për çfarë jeni aty? Çfarë ofroni realisht për qytetarët, për të rinj që doni t'i përfaqësoni, apo mjafton të dukeni bukur si kuklla në podiume? Në fund të ditës, ne kemi nevojë për lider, jo për influencier të parealizuar. Shqipëria nuk është një fid estetik, është një vend real me halle reale. Dhe jo, Shqipëria nuk rregullohet me filtra Instagrami.
Po pse sa i vinin në fund, po? Se na i vinin në mes. Ja, ngrom pak. Shumë ngrom, na plasë shpirtin. E dashur Dojna. Po, Flar. Çfarë mendon ti, ose çfarë do doje ti që të thonin fëmijët e tu në të ardhmen, kur shikonin videot? S'vjen turp, s'vjen. Kaq vite bashk, njihemi. Po si fëmijët e mi, unë një fëmijë kam, një djalë kam. Po ku i dihet, moj Dojna? O, Flori! Me një fillova dhe unë. Mos mandil! Mos mandil, more bandil. Çfarë mendon se do thonë për ty kur të hedhin këto videot në TikTok ose në... Në TikTok? Që TikTok u thua, ma? TikTok u mbyll, pikërisht për të mbrojtur fëmijët tanë. Do flasim, Por në të ardhmen ne nuk e dim çfarë platforme. Hani. Se çfarë rrjeti sociale do jeni shlap shlup, zhdllap zhdllup, fëlltap fëlltup. Nuk e dim neve çfarë do jetë. Po çfarë do doje ti që të thonin? Jo, këto rrjete sociale janë bërë si lavatriçet, një herë që i provon gjithmonë do i kërkosh, nuk vën dot më pa to. Po, lavatriçe, lavastovile, lava. Po ti çfarë do doje? Po pra, me që do shumë ta thuash. Me që më pyete mua përgjigju vet. Ha çel thema. Unë do doja që fëmijët e mi të shprehin çdo lloj gjëje që ndjenin për botën e tyre, jetën e tyre në rrjetet sociale. Kurse për prindrit ta mbanin çik më të rezervuar. Ashtu siç dhe lej mbajnë të rezervuar. Sa i mirë që je. E vetmja gjë që është private, familje. Kurse unë do doja një fjali shumë të thjeshtë, Flor. Me djali. Pa, faleminderit mami që e kujdesur gjithë jetën për mua, kam menduar që ti dhe babi e meritoni një shtëpi në Saint-Tropez që të kaloni pleqërinë. Kështu thua ti. Por e vërtet ajo që do ndodhi e dashur mami dhe babi, kjo është nusja ime, dili nga shtëpia. Is my turn now. Po, larg qoftë. Secili nga le do ndodhte që të ditën e farë mënyrë se çfarë do thonin fëmijët e tyre për ta në të ardhmen. Dhe është pikërisht ky momenti që do flasë për një vajzë që flet në fakt për prindrit e vet. Ajo rrëfen me piranjen ton Matilda se si babai i saj përtej shumë të tjerash bëhet pengesë edhe për shërimin e saj e shtetit. Që duhet jetë t'i bie patjetër një nga ata baballarët shëmbullor që thotë kujdesem vetë për vajzën time, i marr të gjitha përsipër. Deri tek baba në rregull. Ki shëmbullor ha debat. Po, unë do thoya që është një papull shëmbullor. Absolutisht. Model, po them, nga ana tjetër, Matilda Prendi nuk ka nevojë për prokuror, për të marrë leje, për të shkuar. Matilda ka dalë name, gjërave deri në fund, ne do të marrim prokuror ke Matilda, jo Matilda ke tjerët. Ndjekim. Ti pse të marrë telefon Matilda? Ka që nuk kisha rrugëzidhje tjetër. Dua që gjithë që ka të marrë fund. Ka që nuk përjetoj do të qetë. Kjo vajzë quhet Flori dhe është vetëm 16 vjeç. Fëmijëria e saj ka qenë krejt ndryshe nga shumë bashkëmoshatar dhe kjo për shkak të konflikteve mes prindërve të saj. Babi, që në fillim ka qenë i dhunshëm, ishte përdorues i alkoolit, pinte shumë edhe dhunonte mamin keq. U ngrenim nga gjumi dhe u friksonim, bërtisnin, qanin, sepse përjetonim shumë keq unë dhe motra. Neve na vënte në gjumë që mos të shifnin gjë, po prapë se mami u mundonte të plasë gjurma dhe të osjoshim dhe shifsim atë pamje të meruese. Mami s'kishte çfarë bonte dhe na mante neve duke lozur me ato lojrat e gistave. Si janë këto lojrat e gistave? Kici nanës, i bukur jo nazës, budallaj shokve, lëpirë si enve dhe... Një formë ngushëllimi për të larguar sadopak vëmendje nga situatat me të cilat fëmijët përballeshin thuajse çdo ditë. Por si përfundoi kjo marrëdhënie deri këtu? Para se të lindja djali fillon debatet. Që ku mori rrugë të maqedonisë, filloi të bonte debel, filloi alkoolin, dhe filloi shumë keq. E thira i diti ka qenë ka e motra, po ngrohtën e ishin bazjar. Tani çopa vajzën e vogël se kërkona për bebelina që të vinte, të pinte. Ajo nxef. Dhe tash ti përngrohesh aty, neve këtu po riftohet, po ti mendon dhe për neve. Aty u caru. Ka ardhur ndim ka godit me tru. Me tru? Po, me tru. Çka isha i tru që do fusën zjarrit. Si që mori dhe kape si, vetëm se kapa dy vajzat, i ka marrë të dy vajzat shumë të haja ndajakun. Erdhi ama, erdhi e motra, ati të oshin nga durët, ku kisha djalin e vogël, ngrit mori pjatën për të mësel. Si që kisha djalin, kripja me pjetë, dhe mora e vëllën shumë divan. E mori pjatën që të mësile, po pjata nuk më ramë.
era djali. Djali ka qenë rreth 2 vjeç e gjysmë. Iku buza komplet. Kjo pjesa këtu iku djalit ka ndojt partit më të madhe. Që i baj vetëm vetëm kaq që kam pa djalit. Nuk gjeti gjaku vetëm se ju shifshin ato ndamar ato. Plag që përveç kujtimeve traumatike kanë lënë edhe gjurmë fizike te ky djalë sot 13 vjeç. Vetëm shtrëngoja motorën dhe qaja. Nuk mundja t'i shifta. Rria në gjithë natën syut. Kisha të vështirë të fleja nga frika. U trishtonë këto për tistin. Kjo ka pas të qara me të nëzije që rritë pa frymë. Flori? Po, nëzije bishin men. Kam kalu shumë dajo, ka përjetu shumë keq. Kisha gosë në vogël e kam pas shumë keq. Kam e 2 javë në spital, nuk kisha me pilti, nuk kisha i kosë frutash të hipja. Nuk kisha kusht mbite me hangër. E ama i thoshe që është rrugot në spital, e nuk thote të dite fare, nuk vite. I kam përballu çdo gjë vetëm. Duke hikna për merkat, merja që hishin me turinën, merja u shjefni, ti ka në për mërkeshën, në për xhamia, ku t'ishin të pikat lypja, t'i boja qefin tyre, se vite thoshtë mësusja që nesër ose mas 2 ditë kanë një lloj koncerti që të mbledhe fëmijët dhe duhet t'i veshësh bluzet bardhë, getat bardha, këpucë bardha. Unë nuk kisha. Do mundoja, do bëja diçka, kam arrit, kam një futë dhe nga përplena të mbledh kanaçe. Do t'i gjira i soj me shoqet. Njerë virim pa të gjetë bukë për pullat. Ishte dhe djali mata. Ai e dinte djali që neve s'kishim bukë që tashim. Dhe i thotë, po gjyshtë të marrë të bukë. Pse thotë, ja japë më pulve dhe të seqerve. E bje një shpia dhe ja japë kalamajve. Ja boj këshu me ujë për shesh. Këto smullën që të katët i që në spital. Vajza vogël lindi me diabete me zemër të zmanuar. Kjo që i mlidhja, që ti ushqeja, ti boja, i kam lodhe fëmijë 3 muaj që ja lash të rrisin të kanuar për shkollën. Akoma në klasë të 6. Nga që mundesh të rrisja motrën e vogël. Ishte e vështirë? Pak. Në fillimet, pastaj më mësuam. Unë jipja me hëngër, e vjen gjumë, ndërsa larjen edhe ndresën ja bënte motra tjetër. Vështirësitë me të cilat janë përballur këto vajza i kanë rritur para kohe, duke u munduar që t'i vinë sadopak në ndihmë heroinës së tyre. Ai bashkëton të mate, tjetrën e meja në telefon, nuk bite më lek, nuk u intereson, do u futa ke lullet që pastroja, ke lullet mlidhja dhe kanacet. Nga aty pastroja një shtëpi. Me orarën, mbarosh atje 10:30. Mas orës 10:30 dhe ikja shpejt akti dhe në orën 12:30, pastroja një shtëpi. Merja i 10.000 lekë, i 5.000 lekë sa mund titi, bleja bukë tyre, bleja me pelin, ja leja këtyre dhe ikja këtë konservimi. Dhe ikja atje dhe vika në orën 11 natës. Të i leja vetëm. Por kjo situatë mes dhunës dhe mbijetesës nuk do të zgjaste pafundësisht. Pas gjithë asaj që kishte kaluar ndër vite, gruaja e re vendosi të jepte fund martesës, duke kërkuar divorcin. Na erdhi pasaj që na mori. Pami për ty tha nuk ka vdek, tha vërtet që unë jam rrugëve, tha, nuk kam shtëpi, tha pa e shtëpi që është, aty do jetojmë gjitha, tha. Që më mori pasaj me fëmijët, erdha këtu po jetoj. Sa kohë ke që nuk jeton me babin? Për 3 vjetë gjysmë. Kur erdhe këtu, si ishte për ty? Pak e vështirë, sepse nuk isha mësuar. Të mungon shtëpia jote? Jo, dhe shumë. Ka që sa herë që hyja të kujtohet të tjera që ka ndodhur. Ka qenë shumë e zbrazur dhoma. Zbrastia në shtëpinë e babait u zëvendësua me një dritë shprese për nënën dhe fëmijët. Pavarësisht kushteve jo optimale, shpërngullet e gjyshit solli ndryshim pozitiv në jetën e tyre. Po mendohen që neve mos na mungojë dashuria, ndihemi si gjithë tjerë. Kuptohet që gjithçka duhet të vijë graduale. Fëmijë të cilët rriten duke qenë dëshmitar të dhunës në familje, shpesh pësojnë trauma të pakthyeshme për shkak të asaj çfarë ka ndodhur. Në rastin e Florit, gjithë këto përjetime, as pak normale për moshën e saj, kanë bërë që ajo të vuajë nga ankthi, depresioni. Po si e kupton ti? Ma shpjegoi psikologja, gjysja është detyruar që të mblej disa çaj për ankthi, vetëm ajo më qetëson. Përpiqem t'i harroj, po më dalin shpesh herë para syve, edhe filloj bërtas, gjyshja kupton përherë. Nga që si që jam me robat të gjumit dhe dalë për jashtë atje të ftofët, shi, unë kam nevoj për ajer. Dhe gjyshja kupton, më ka marrë, më ka quar në urgjencë. Ke shoqe këtu? Pak kam, nuk jam që jam shumë e shoqëror. Nuk del shumë? Jo, jam më shumë e mbyllur me vetë vete dhe me më shumë ku kalon e motrën. E cila, po njësoj si Flori, shfaq sjellje të ndrojtura, shpeshherë me dëshirë për t'u izoluar shoqërisht. Dalim mundësit e ke përgëtetit, bëjmë aty. Pëlqen ti?
Me motrën si e ke marrëdhënie? Mirë. E do shumë? Po. E ndërsa dy motrat e mëdha janë në një fazë kur ka nevojë për ngrohtësi, për kohë dhe pse jo edhe për trajtim të specializuar, për fat të mirë e vogla e shtëpisë vetëm 3 vjeçe, po kalon një fëmijëri të ndryshme nga ato. Tashmë, ajo çfarë Flori dhe nëna e saj na kanë treguar i përket të shkuarës, por 16 vjeçarja ka një problem të fundit me babain e saj. Unë kam disa nisan në kokë dhe ato në shqetësojnë shumë kukra flokët, po mi japë një dhimbje kokët të jashtëzakonshme. Pra këto janë nishane që të janë formuara? Po. Ke të tjera? Tjetra është pak më e vogël. Kjo është një tjetër që është formuara? Po, përveç e kësaj kjo vua një edhe tjetër që po lind. Shukrujon të si tip njoma, ose fillojnë në rritën. Nisur nga ky problem, por jo vetëm, nëna dëshiron që bashkë me fëmijët të udhëtojë jashtë vendi. Pa e ka turë të zgjidhi floku, ka turë ma gjithmonë turë këshu floku se vunga kikë, vunga nishani kokës. E vunga diabeti. Duqe të gjera ne do thosh ti pse kërko për kur vetëm për të gjerë në Itali nuk mundet ta bosh këtu. Këtu qa jetë për jap fëmijëve. Mjaf vujtëm, prap të vujnë akoma. Tu shpi s'kam, një mundësi që më dha, po të tezja për shumë që të të dëmojnë, pak të të qoja ne, te kërkoja si gjë. Ti ke dhe këto të vizitohet, ti bi mara pa fëmijës, ti bëjt gjithu. Por kjo dëshire nënës për të ndryshuar të ardhmen e fëmijëve të saj, duket se ka hasur pengesa nga ana e babait, i cili refuzon të firmos një prokur për kalimin e kufirit. Mamja ka kërkuar këto 3 vjet, ju ka lutur, pa i nuk ja jep, thjesht tallet, thot të jap nesër, hajde nisur për Elbasan. I shkujta mesazhe jam finalme, po të pres, i shifte, nuk ka hapte, i bie zilje nuk ma hapte. A i vedëm se po tallet me nave, nuk po na jep. Ka këtë vazhdami, us ta japte, për kurën. Por cila është arsyeja që ai i mohon prokurën dhe një jetë më të mirë fëmijëve të tij? Nuk to thot, largosh ti fëmijët të qosha metat. E mohon këto prokur duke qenë se ti do i shpërngulesh fëmijët jashtë dhe nuk do ketë mundësi ti takoj? As vetë unë nuk e kuptoj atë, se një herë thot do bashkohemi të dy nuk ta jap, po do ishe bashkohemi. Një herë thot jo nuk i largoj fëmijët, ti tash ke 3 vjet nuk po i shak me sy thash. Pse i mang këto fëmijët kështu thash? Çfarë thot? Nuk flet. Pi edhe sot e kësaj dite apo? Ti pi më shumë është da. Ti nuk e ka rënë menjat në takojnë edhe. S'ju ka takuar asnjëherë? Vetëm edhe një herë që ja kërkova unë këto ditët, që të flisim në lidhje me prokurën, më morin telefon, bizetuam, pak me debate, por erdi. Ku erdi, jo dhe aj shumë i ngrofët me ne, dhe jo ma shumë dashëri. Unë nuk kërkoj gjë, vërtet u bën gjithë këto çka kam kalu gjithë të vujtje. Nuk du gjë, thjesht du i përkur që ti nxjerr këto fëmijë të vizitoj. Edhe pse nëna ka tentuar shpesh të gjej urën e komunikimit me ish-burrin, pas një rezultat, provon edhe një herë të fundit. Procura nuk jap. Fëmijët s'kan asnjë gjë. Për çfarë s'kan asnjë gjë? Nga vuni fëmijët. Për çfarë vuni? Nga vuni fëmijët, të fiksoj. Po do ri këtu. Ti përgjigjesh ti. Ti përgjigjesh fëmijëve, po i bjen. Mami, banë mendi ku i morën bisedë. Mos marr shpresë fare, procura nuk jap. Ti duhet të japësh për fëmijë. Po nuk ta jap më se më zor. Po çfarë tu shty, si ke shty, djem sot atje në Durrës. Çish si ke shty? Si ke shty me punën me gjitha. Me çalloj. Nuk ti jap. Nuk i kontribuoj fare, po. As nuk kontribuoj. As nuk kontribuoj fare. As me ligj, nuk kam bërë lloj gjoje. As nuk kam kërkuar të përgjigje fëmijëve që kanë në spital, për asnjë lloj gjoje. Thjesht më jepi përkurt lëvizë me ato fëmijë. Shtyr siç ke shtyr, nuk kam çfarë të bëj, nuk kontribuoj. Janë këto përgjigjet e një babai i cili ka harruar çdo detyrim ndaj krijesave që kanë zgjerë në jetë, të cilat për më tepër i mban peng të një firme. Si kalove? Unë jam Matilda, gazetare nga emisioni Piranha. Ti refuzon kategorikisht ti japësh prokurën zonjës. Se japën prokurë, që dhe të bëjë nuk japën. Pse? Myllat e kamerës. Qetësohu, dëgjoj. Mirë, atëherë do flasim bashkë. Ne kemi ardhur të sqarohemi. Se kjo, ja, fytyra kësajnë, qa banke. Se qa bën kjo zonjë, e din të gjithë, përveç ish-burrit, i cili është kthyer në pengesë për të ardhmen e fëmijëve. Se nuk ja e prokurën. Se ja, do t'i largoj fëmijët, kjo do t'i ikë jashtë shtetit. Po, do t'i ikë jashtë shtetit, sepse ka nevojë prokurim për Florin, edhe për vajzën e vogël. Ti që gjithë kohës ke ushtruar dhunë dhe detyrën tënd si prim nuk e ke bërë. Kto nuk e thot vetëm Kena. Këtë e thon dhe fëmijët e tu. Dhe për këtë arsye, për shkak të punës, Flori vua nga ankthi. Vajza tjetër është shumë e mbyllur, është dhe vajza 3 vjeçare.
Që ka nevoj për kurinja, sepse vuan nga zemra, nga diabeti. Paline me që thot ajo, prallët asajnë me. Po ti nuk mund të atishtë, sepse ke 3 vite që nuk meresh me ato fëmijë. Jam rahat, jam kam punët e mija, kam jetën tim. Dëgjoj, ti ke jetën tënde, por nuk më intereson ajo. Ja letësosh jetën. Ka pake, ka parë shumë dhunë. Madje dhe djalin tënd që sot është 13 i ke lënë me shenjë të buza. Shenjën e ka bërë jo. Babai mohon çdo gjë për dhunën, të cilën e kanë rrëfyer me detaje fëmijët që e kanë vuajtur në kurriz. Madje me shumë ftohtësi shprehet se ka jetën e tij. Deri më sot, sa herë i ke takuar fëmijët? Sa herë ke kontribuar në vlerë monetare për ato fëmijë? Sa herë i ke dhuruar dashuri prindërore atyre fëmijëve? Se po sikon ke këto, se ai ati kësajnë të kap në gjerë për jashtë për robësh, e di shumë mirë, jo me dhënu. Të lute, këto fjallë i thonë fëmijët e tu. Flori, vajza jote. Se i mësojnë këto fëmijët. Ke tentuar ti t'ja për vlerë monetare? 2 fëmijë mu, të mi api 2 fëmijë ti maj vetë. Gjykata ka vendosur janë me 9 fëmijët. Si mori? Gjykata dhe është ligji që vendos duke parë kushtet, mënyrën se si ti ke vepruar deri në ato fëmijë. Sigurisht që do t'ja linte fëmijët kenës. Pretendimet e këtij babai janë kontradiktore. Njëherë thot kam jetën time dhe nuk më intereson asgjë, dhe më pas kërkon të ndahen fëmijët 2 nga 2. Por pak rëndësi ka ky diskutim, pasi ne jemi aty për t'i dhënë fund një padrejësie ndaj fëmijëve. Duhet gjejmë një zgjidhje. Këtë duhet ta bësh për fëmijët e tu. Është minimumi që mund bësh. Ti japësh për kurrën, sepse ka nevojë për kurim. Tash si kjo fëmijë ti largoj, ku di shoh ato fëmijë? Ti 3 vite nuk u interesova apo jo? Ti e di që Florinda vuan nga ankthi? Florinda ka nevojë për ndihmë, me të ladhi trunt, se s'është e vogël. Çdo njeri në momentin që është tentuar emocionalisht dhe vuan nga ankthi, ka nevojë për ndihmë. Prandaj nuk vun ajo nga ndarja prindëve. Kjo është shumë e papranueshme ta thot një gjyshe që e di shumë mirë situatën dhe i ka parë të gjitha skenat çfarë ka ndodhur në shtëpinë tuaj për shumë vite. Ne do bim në një konsensus që absolutisht Kena e ka detyrim që ti të takosh fëmijët, edhe do vinë në Shqipëri, edhe ti mund shkosh jashtë. Por të lutem, duhet t'i japësh për kurrën, sepse realisht fëmijët e tu kanë nevojë për ndihmë dhe për një të ardhmë më të mirë. Nuk mund të jetojnë atje. E mund ta jap për 3 muaj, më tepër jo. Një prokur për 3 muaj nuk është zgjedhja e duhur, sepse Kena me vajzat po kërkojnë të ndërtojnë një jetë të re në Itali. Pas 3 muajsh ti pretendon që fëmijët kthehen prapë te gjyshet dhe të jetojnë ato kushte. Unë jam pa punë. Pra që nuk i mban dot, e shef që nuk i mban dot, paktën lëri t'i afrojnë nëna e saj që mund doni që do prokurën t'ja jap. Po ti kur s'kam vetë ç'a t'i jap për shpirtin. Lëri pra maman me që s'kam. Lëri pra maman, t'ja siguroj mamaja jetën me që ti nuk ke. Po ç'a për 3 muaj? Për 3 muaj t'ja siguroj jetën ajo me. Po luan me fjalë. Jo, nuk po luaj, për 3 muaj. Po 3 muaj po thua ti sepse për 3 muaj pa afat. Përpjekjet për një prokur pa afat për momentin kanë dështuar. Sidoqoftë, nëna dhe vajzat duan të lëvizin sa më shpejt drejt Italisë. Ndaj pranojnë marrëveshjen e prokurës 3 muajore. Me lokal. Për 3 muaj? Po. Hajde ikim, shkojmë të bëjmë prokurë. Po, hajde. Më në fund ja doshëm saj të mora për kurën që mund t'i qoj fëmijët e mi një ashtinit i kuroj, t'i vizitoj fëmijët e mi si që duhet si t'i fëmijët e tjerë. Nga viti në vit, shtojnë institucionet të cilët paguhen me taksa tona për të zgjidhur pikërisht problematikat e popullit. E megjithatë, një pjesë e mirë e tyre vazhdojnë të zgjidhen nga media. Tani në një vend normal, ky do të përbënte një problem jo të vogël. Por në një vend si ky yni, nuk përbën asnjë lajm. Po në fakt, çfarë lajmi për të dojla në një vend normal dhe jo normal? Dhe me qira Allah, fëmijë që po flasin për vendet normale dhe jo normale. Duhet të di ku shkojnë këto taksat e mia, ha? Taksat e tua? Me taksat e mia, ku shkojnë? Ore, ti interesant shumë. Se? Por çfarë të duhet ty se ku shkojnë taksat e tua? Po ç'pun ke ti me taksat, më? Po jo, më, po fatmirësisht ne të tjerët nuk e vrasin fare mendjen për budalliqe të tilla. Ku shkojnë taksat? Taksat shkojnë ku ti doj kokra e qefit të vet. Ta ti që administron. Po pse s'di ti administroj vetën? Po pse s'di ti mbaj vetë në xhep për se taksat janë si puna fëmijëve. I rrit dhe s'do që të përfundojnë keq. Po të më bëjë rrugat që taksat mua? Jo, ke gabim, jo. Taksat janë që sa më shumë të paguash, aq më shumë do të kërkojnë. Aq më shumë duhet. Prandaj sa nuk paguajnë fare janë për Terezi. Dhe me që jemi këtë taksat, jam kurios të di, jo vetëm taksat e shqiptarëve, po taksat e amerikanëve, ku shkojnë? Bëhet fjalë për Crimson Finance Fund Albania. Që nga emri duket sikur ka dalë nga ndonjë film fantashkencor, Spielberg. Por ka një por gjithmonë. Piranja jon, Lorena Rasulaj, ka zbuluar që edhe funksionimi i saj është si jashtë saj bote.
Jo, ma. Është si forma aliene. Louis Venit. Po, është kështu si ato filmat. Ngurën dru. Ato filmat e viteve 80. Tregu i shërbimeve financiare në Shqipëri ka mbetur klasik edhe pse ndër vite ka pasur përpjekje për ta zhvilluar dhe rritur gamën e produkteve që ofron. Një nga degët e kësaj industrie që është e përhapur në mbar botën është faktoringu. Për ta bërë më të qartë, faktoringu është një formë ndihme për bizneset, duke i financuar këtyre të fundit faturat që nuk paguhen nga debitorët dhe duke ndjekur më pas në mënyrë të pavarur ekzekutimin e borxheve. Gjithashtu, një tjetër shërbim i faktoringut është ndihma për bizneset në vështirësi, që kanë pamundësi për shlyerjen e detyrimeve. Në dukje një ndihmë mjaft të madhe për bizneset. Për të futur këtë inovacion në Shqipëri, në vitin 2015 themeloi shoqëria Crimson Finance Fund Albania, me qëllim shërbimin e faktoringut dhe qiras financiare, që në terma ekspertësh quhet leasing. Kjo formë financimi ofrohet në rast kur një biznes ka nevojë për makineri ose pajisje pune, të cilat blihen nga institucioni financiar, që më pas ja jep me qira biznesit deri në shlyerjen e detyrimit dhe në fund, asetet bëhen pjesë e biznesit. Krijimi i Crimson Finance Fund Albania u bë realitet nga disa institucione dhe shoqata, mes tyre edhe Bashkia e Tiranës. Aktorët themelues të Crimson Finance Fund Albania ishin Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Bashkia e Tiranës, Fondi Norvegjez i Investimeve për Vendet në Zhvillim dhe Crimson Capital Corp. Aksionet në këtë kompani zotëroheshin në masën 25% nga të gjithë themeluesit, të cilët kanë kontribuar për kapitalin fillestar 400.000 euro, shumë që më pas është rritur ndër vitet të operimit të Crimson Finance Fund Albania. Me kalimin e viteve, aksionerët në këtë institucion kanë ndryshuar pasi në vitin 2022 është larguar Fondi Norvegjez i Investimeve për Vendet në Zhvillim dhe aksionet e saj u blen nga Helenos, ndërkohë që tashmë nga institucioni mëm, Crimson Capital Corp, më shumë pesh ka emri se sa vlera e aksioneve, sepse nga 25% që zotronte në fillim, tashmë gëzon vetëm 3.8% të tyre. Mos vallë kompania mëm nuk është e kënaqur me politikat që po ndjek Crimsoni në Shqipëri, ndaj ka vendosur që të ketë një pjesëmarrje më modeste. Megjithatë, le të vazhdojmë për ta kuptuar më mirë situatën. Bashkia e Tiranës, si ortake në këtë institucion financiar, sot gëzon 926.000 euro si kontribut në kapital, ndërsa Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim 1.1 milion euro. Këto shuma duhet të përmenden dhe janë të rëndësishme të mbahen mend, sepse janë para të taksapaguesve shqiptar dhe atyre amerikan që i sjellin në Shqipëri për projekte zhvillimi. Në vitet e para të operimit të Crimson Finance Fund Albania, një nga drejtuesit Eugen Lici është shprehur se ky institucion, për shkak të vetë natyrës së ortakëve, siç është Bashkia e Tiranës dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, nuk ka si qëllim fitimin, por ka si synim t'ju vinë në ndihmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duke krijuar vende të reja pune. Sigurisht që në tregun financiar bankar në Shqipëri ka dhe institucione të tjera financiare jo bankare, por Crimsoni për vetë natyrën e ortakëve partnerëve në shoqëri do jetë më i fokusuar drejt çështjes sociale se sa drejt bërjes së fitimit. Ideja e Crimsonit do jetë financimi për krijimin e vendeve të reja të punës. Por nëse do të analizonim punën një dekade të Crimson Finance Fund Albania, do të konstatonim separat për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme dhe për t'i dhënë hovë një tregush do të eliminonte problemet e debis që shkaktojnë ngërçe në ekonomi, nuk janë përdorur efektivisht për këtë qëllim. Në vitin e parë, shuma e dhënë nga ky institucion për të ndihmuar bizneset për vështirësitë në pagesa ishte 250.000 euro. Më pas, deri në vitin 2020, kjo shumë erdhi duke u rritur, ndërsa në vitet pasuese u ul sërish dhe në vitin 2023 ishte 587.000 euro. Me pak fjalë, një pikuj në oqean krahasuar me nevojat reale të tregut. Por se sa sukses kanë pasur paratë financuara nga taksapaguesit për t'i ardhur në ndihmë bizneseve të vogla, mbetet për t'u interpretuar. Ajo që na bën të ngrem dyshime është ndryshimi i qëllimit të aktivitetit të Crimson Finance Fund Albania. Në dhjetor të vitit 2020, sipas një vendimi, institucioni financiar shton edhe aktivitetin e kredidhënies. Dhe
me marrjen e licencës së re, portofoli kredis të Crimson Finance Fund Albania u rrit në mënyrë eksponenciale brenda 3 viteve. Që në vitin e parë të pajisjes me licencën e re, Crimson Finance Fund Albania dha 2.6 milion euro për kredi, shumë e cila më pas u rrit në 4.5 milion euro në 2022 dhe në 6.7 milion euro në fund të vitit 2023. Pra, u harrua faktoringu që ishte qëllimi primar i Crimson Finance Fund Albania. Mjafton të krahasojnë shifrat me njëra tjetrën dhe rezulton se shuma e dhënë për kredi është shumë herë më e lartë se ajo për faktoring. Në princip, ndërmarrjet publike kanë vetëm 2 synime, të ndihmojnë kategoritë vulnerabël që nuk kanë mbështetje në treg, siç ishte ky rast për stimulimin e bizneseve të vogla, dhe të veprojnë në tregje ku mallrat konsiderohen të domosdoshme, siç është energjia dhe uji, dhe që çmimet të mos rriten në mënyrë eksponenciale. Pra, qëllimi kurse si nuk është fitimi dhe as operimi në një treg që ka me 10 aktor dhe jep mbështetje me linja kredie për çdo individ dhe biznes, gjë që e kanë shprehur edhe vetë themeluesit e Crimsonit. Por nëse shohim kredit që ka dhënë ky institucion, do të kuptojmë se e ka humbur busullën dhe qëllimin. Për shembull, në vitin 2021, Crimson ka lidhur një kontratë kredie me një kompani me vlerë 36.000 euro për blerjen e një mjeti. Dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë mjet pune për t'i ardhur në ndihmë biznesit, por për një vetur luksoze e modelit BMW X5. Nga kjo kredi, Crimson Finance Fund Albania do të përfitonte 10.000 euro, duke çuar koston totale të saj në 46.000 euro. Megjithatë, problemi nuk qëndron tek shuma, por tek operacioni i këtij institucioni nëpërmjet një kredie luksi, që është financuar me paratë e taksapaguesve shqiptar dhe amerikan. Me pak fjalë, paratë që mund të kishin shkuar për të ndihmuar biznesin në nevoja specifike, janë dhënë për të blerë një makinë që në fakt mund të asiguroj çdo lloj institucioni tjetër financiar, por jo Crimson që financohet nga fondet e qytetarëve. Ndërkohë, në një përgjigje për redaksin ton, Crimson Finance Fund Albania shprehet se financon edhe blerjen e automjeteve për klientët që ofrojnë shërbim taksi, automjete me qira, kamiona dhe autobuza për transport interurban apo ndërkombëtar, automjete për ndërmarrje që kryejnë distribucion, apo dhe automjete që përdoren për qëllime prezantimi ose takimi me klientët e tyre. Por në këtë rast nuk bëhet fjalë as për kamion apo taksi, por për një vetur luksoze me vlerë 20.000 euro që do të përdoren nga një kompani, e cila sipas Crimsonit do t'i krijonte një imazh më të mirë, edhe pse bëhet fjalë vetëm për një biznes të vogël. Por në këtë pikë, pesha e fajit nuk bie vetëm mbi Crimson Finance Fund Albania, por edhe mbi vetë themeluesit e tij dhe 2 ortakët më të rëndësishëm, Bashkia e Tiranës dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Përveç se zotrojnë një pjesë të aksioneve, këto 2 institucione kanë edhe përfaqësues të tyre në bordin drejtues të Crimson Finance Fund Albania, të cilët do të duhet të monitoronin për të mos lejuar të tilla abuzime. Por abuzimet me paratë e shqiptarëve janë bërë kaq të zakonshme, saqë edhe kjo gjë është kaluar pa u vënë shumë re. Meqë Bashkia e Tiranës përfaqësohet në bordin drejtues të Crimson Finance Fund Albania, nga zonja Jonida Halili, ish nën kryetare e bashkisë dhe aktualisht sekretare e përgjithshme, ndoshta mund të jetë ajo që do të na thotë diçka për këto abuzime. Si jeni Dorna nga emisioni Pirania, do të bëj një pyetje për Crimson Finance Fund, duke qenë se jeni antare bordi dhe Bashkia e Tiranës ortake. A është normale për juve që kjo kompani të jap kredi për makina luksi? A ke një përgjigje? Jo, nuk kam një përgjigje. A ju duket normale që taksat të shpenzohen për makina luksi, objekte luksi? Të lutem. Zonja Lili, përfaqësuesja e bashkisë në Crimson Finance Fund Albania u mjaftua vetëm duke thirrur policin për të na nxjerrë jashtë dhe refuzoi të përballej me ne. Jo, sepse kemi ardhur të flasim me zonjën Halili. Kemi ardhur të flasim me zonjën Halili. Telefonin mund ta kërkoni në recepcion apo takimin e stuarit. Mund ta largon nga kryetari të bashkisë. Jo. Mund ta largon nga kryetari të bashkisë. Jo, nuk mund të largohemi, faleminderit. T'ja bëjmë pyetjen këtu më mirë zonjës Halili, nëse s'do të na dëgjoj. Zonja Halili, unë dëshiroja aty pyesja në lidhje me Crimson Finance Fund, ku Bashkia e Tiranës është ortake dhe ju jeni antar e bordit drejtues. Ky institucion financiar është krijuar për t'ju ardhur në ndihmë bizneseve të vogla dhe të mesme, por faktikisht ka filluar t'i jap kredi edhe për makina luksi. Nuk e di sa normali ju duket juve kjo gjë, e keni monitoruar juve si ortak, dhe është normale që Bashkia e Tiranës t'ja para nga taksapaguesit për të blerë makina luksi. Zonja Halili, po ju presim tek shkallët. Nuk është normale që juve të qëndroni fshehur në zyrë, edhe gazetarët i lini në pritje për 2 përgjigje shumë të thjeshta që mund të jepni.
Përgjegjësinë tuaj duhet ta mbani, kështu që mund të dilni të flasim si qytetar. Nga zonja Halili që përfaqëson palën shqiptare në këtë institucion financiar, nuk morëm asnjë përgjigje. Ajo u mbyll në zyrën e saj duke e hermetizuar pozicionin e Bashkisë së Tiranës në këtë aferë. Siç e kanë zakon. Kuptohet. Por ndoshta amerikanët do të jenë më transparent. Ndaj është momenti t'i pyesim. Ne kemi konstatuar që ka pasur rast kur Crimsoni ka dhënë kredi për të blerë një makinë luksoze. Dhe në natyrshëm na lind pyetja sa mund t'i shërbej një makinë luksoze, një biznesi të vogël, sepse Crimsoni është krijuar me idenë që t'ju vinë ndihmë dhe të krijojë vende të reja pune. A mos ndoshta kemi të bëjmë këtu me një shpërdorim? Tani po ta shtrosh kështu, ti ke shumë drejt. Crimsoni është ngritur që të marrë një mision të vetin dhe në analizën që i bën bizneseve që aplikojnë të ai, ka ca kriteret veta të janë caktuar. Nuk ka të bëjë me as makineri, as makina, as produkte, as shërbime luksoze. Ka të bëjë me makineri, me produkte, me financime, të gjërave për cilat tregu ka nevojë. Pikërisht, edhe vetë zoti Mata e tha shumë sakt për produkte që tregu ka nevojë. Dhe ne nuk besojmë se tregu ka ndonjë nevojë shumë të madhe për makinë luksoze. E ndjekim për një moment këtë fillim tuaj. Një biznes ka aplikuar te Crimsoni për një kredi dhe ka marrë në emër të kompanisë për qëllime pune. Ku është problemi? Crimsoni nuk duhet të ketë një filtr për personat që shkojnë aty dhe ju kërkojnë financim për... Patjetër që ka. Meqenëse si u thoni ka një filtr Crimsoni. Nesër pas nesër mund të shkojë një tjetër biznes, mund të kërkojë të blejë një Tesla sepse i duhet për biznesin e vet. Do të thotë që Crimsoni po ja jep direkt të kredin, le ta blej Teslën sepse i duhet për çështjet e biznesit. Nëse provon që i duhet për punë, absolutisht po. A nuk do të ishte më mirë që këto fonde që Crimsoni do të jepte për Teslën, BMW-n etj me radhë, ti mbante rezervë për diçka tjetër që mund të ishte shumë herë më nevojshme për një biznes tjetër, duke pasur parasysh dhe faktin që Crimsoni është një institucion financiar jo bankar që nuk ka depozita, ndryshe nga bankat që kanë depozita dhe që i kanë parat aty në gjendje. Do ishte më mirë që këto fonde Crimsoni mbante rezervë të jepte një biznesi tjetër që do kishte nevojë për pajisje, makineri, makina, kamiona, taksi etj me radhë. Ne si ADF kemi një politikë tonë për makinat e kompanisë që quajnë. Kemi 3 tilla. Për shkak të portofolit madh projekteve, 85 projekteve brenda gjithë Shqipërisë. Politika e fondacionit është që nuk shkon të blejë Mercedesin, po shkon dhe të blejë makina të cilat plotësojnë 100% standardet ndërkombëtare të sigurisë, të konsumit, të gazrave. Tani unë nuk shkoj dot të blej një makinë 20 vjeçare, sepse ka vetëm ca rregulla të njëjta. Tani unë jam duke bler makinë luksoze apo jam duke bërë punën time. Ti e shtron mirë si merak, po ke përbajtjen e merakut për mendimin ton gabim. Do me thënë, sipas zotit Mata, ne kemi të drejtë, por nga ana tjetër edhe nuk kemi të drejtë, sepse pyetjet tona nuk paskan për mbajtjen e duhur. Këto makinat luksoze ka shumë institucione tjera financiare, jo bankare, siç është Crimsoni, që mund të financonin, dhe jo pikërisht Crimsoni, është një institucion që është themeluar dhe mbahet me taksat tona. Tani mendoj unë që nuk ka arsye pse taksat tona të shkojnë për të financuar makina luksoze, sepse po them. Nuk po falen. Ai po e paguan një. Po e paguan 1/1 dhe Crimsoni po fiton duke u bërë njësoj se institucionet e tjera financiare jo bankare, si Transit, Besa, Jute apo Mikrokredit. Gjë që do të thotë se ka humbur qëllimin e tij primar për të ndihmuar bizneset, duke e lënë pas dore faktoringun dhe duke u përqendruar te kredit. Ky treg nuk është gati që të marrë produkte faktoring. Do të thotë që s'është bërë studimi siç duhet para se të themelohej? Jo, është bërë studimi siç duhet. Dhe studimi është bërë që krahas faktoringut, Crimsoni, një lloj si tjerë, do jepte edhe produkte të tjera. Faktoringu është leasing. Faktoring dhe leasing është themeluar në fillim apo jo? Pastaj në 2020 është marrë edhe licenca për kredi. Po erdhi jo ashtu siç po e thua ti. Si ka ardhur? Si lloj normale e rritjes së Crimson. Absolutisht ke të drejtë. Që po të kishte më shumë faktoring, më shumë do bënte. Po sa çka bër Crimsoni, faktoring s'ka bërë asnjë organizat tjetër jo financiare. E vazhdon të bëjë, po ka kërkesë. Po nuk ka, Lorena, nuk ka, domethënë i bie të rish gjithë ditën në dyqan, të presësh faktoring edhe të mos të vi asnjëri, ose të vinë 2 veta. Ne duam të shtrojmë disa pyetje pas këtij sqarimi që na dha zoti Mata. Si ka mundësi që merren iniciativa të tilla ku investohen para të taksapaguesve shqiptar dhe amerikan në një fushë ku nuk ka treg? Dhe a duhet që këto para publike të financojnë blerjen e sendeve të luksit?
Mos hillni kaq shumë lek, ju lutem se po na llastoni. E bëra shumë personale këtë. Do e them dhe do i them gjithmonë, jemi vetëm një emision që jemi dhe prezantues Evelina. Jo vetëm kaq, po kemi filluar bëjmë dhe kardio këtu. Kemi nevojë të shkojmë palestër me këto kërcimet. Jo, çdo të premte që bëjmë emisionin. Vetëm një biçikletë na jepni këtu, Unë them dojnë ta bëjmë javë për javë emisionin live nga palestra. Lërë këshop që është kjo palestër, mo. Jo, mo. Vino njëri shu ta morë qik 25 kilqin. Më marrë të keqen, se kam shkuar 29 pjot. 4 kile talent. Shiko, duhet marrësh parasysh që në përgjithësi pengesa më e madhe për të shkuar në palestër është pikërisht motivimi. Na duhet dikush që të na motivoj, mund të jetë shoku, mund të jetë partneri, mund të jetë influencer ato. Po, kam një lajm të mirë që na vjen nga Bulqiza. Jo. Po. Çi nga Bulqiza? Na vjen, është influencer më i ri i fitnessit. Zotëria ka marrë përcjellje për të bërë kardio të gjithë bashkëshortarëve të vet. Tani jam kurioze, çfarë strategji ndjek? Sepse nuk gjen dikë që t'i shtynte. Ata, kupton? Edhe erdhi ky zotëria e tha, do i bëj një stil klasik shqiptar. Kardio quhet. Boj gafe kalofti. Që nga tërë ky emër ala meteor palestra efektiv duhet jetë, o? Është disiplinë e re. A ka thënë rezultate? Absolutisht, tashi i gjithë fshati ecën 1 kilometër e gjys, ndërkohë mund të ecë 40 metra. Ja. Po ja, po të thuash faleminderit, more, çdo ditë, more, të thuash faleminderit që kam një komshi të tillë. Po. Që më kursen sëmundjet kardiovaskulare. Ja, më mba në shëndet. Doja dikë që të më shtynte, më shtyu komshiu dhe thyeva këmbën. Thuaj tani lantomir celulit. Po. Sa shumë e rëndësishme. Kolesteralit, e tjerë me radhë. Dhe zoti Kuqi bëri një vrap kështu sportiv nga ai që është. Si e vuante nga zemra? Jo, për çik, për të rënë çik. Bëri një kardio të vogël deri në Bulqiz, ku ka takuar nga afër këtë instruktorin, që duhet ja them. Ky po thyer ta botë. Jo, jam kurioze, me këtë që më the tani. Bravo qof. A bën programe kështu online? Patjetër. Fantastike. Shumë sot që s'do shkosh në shtëpi të vakin. Jo, si do i bish nga Bulqiza për të shkuar në shtëpi. Me këmbë, me vrap. Kryetare, nuk është e nevojshme gjithë kjo dhunë. Po më lëshorë, zotëri. Kryetare, nuk besoj që është normale të vendosë gjithë policët bashkjak dhunoj një gazetar dhe dini nga dera mrapa. Kjo është kryetarja Bashkisë së Bulqizës, Festime Mjeshtri, e cila si një mjeshtër e vërtet ka gjetur një zgjidhje geniale për të mbajtur larg mediat, të angazhojë gjithë strukturën e bashkisë që si një trup i vetëm të na pengojmë t'i bëjmë një pyetje të thjeshtë. Por përpara se të shkojmë tek pyetja, më mirë le të kthehemi pas në kohë. Dhe ta nisim historinë nga fillimi, në fshatin Homezh, rreth 13 kilometër nga Bulqiza. Ku me sa duket një efektiv i policisë ka bërë zap gjithë fshatin. Shkaku? Një rrugë. Ali Malishdema është komshi se jeta këtu me ne, unë po shkoj 65 vjeç dhe këtë rrugë e kam jetu, e kam gjetë tu e ne paloj këtu. Del një njeri, një qytetar, edhe bllokon rrugën e fshatit. Kjo rrugë nacionale thush se ka lëviz Magellara, Gjorica, Shupenza po, Boçeva po, Homezhi po, ky njeri. Ky punoj si policisë. Është në kundërshtim me gjitha ligjet. Madje sipas banorëve, Aliu nuk ka kursyer as vllajën e tij. Ka një 2 motorë në Biruc, pse ka djeg çdo ferra. Rruga që lidh fshatin me pjesën tjetër të vendit është bllokuar nga ky gardh. Dhe ditën që shkuam ne, aty u mblodhen të gjithë burrat e Omeshit, gjë që tërhoqi vëmendjen e punonjësit të policisë, i cili nuk vonoi të vinte për të parë se çfarë po ndodhte. Por këtë herë na gjeti neva aty. Si jeni? E don Kuqi nga Pirania. Se ka lut. Me sa duket, gardhi që ke vendosur nuk më lem as mu që të kaloj dhe ta bëjmë intervistën kushte normale. Jo, më flasim si dush, për lojë punë, po jam punës polici, po me se u pashtu glomoni sa të punë. Janë bashkëtarë të tu, në fakt, e di janë shumë. Që kërkojnë rrugën që pretendojnë që ke zënë ti. Janë hap procedurat edhe në prokurori, edhe në bashki dhe kanë marrë përgjigjen ligjore. Kjo tokë është e vllajtin, unë kam përdorim. E din shumë mirë përgjigjen. Këto
duan me vetësi. Është vetësi që të kërkosh të kesh rrugën që ka qenë ndër këtu. Miku im, ka lidhur vetëm këtë fshatin, por dhe me rrugën nacionale. Kjo rruga ka qenë ekzistuese këtu. A kanë kalu këto fshatarë këtu gjithmonë? Jo, janë 3 rrugë. Tonë din shumë mirë këto pëzdurve. Unë e thura këtu se këtu futen delet, futen pula. Ja ku janë? Ka qenë armë këtu. Edhe për armën. E kanë nxjerr. Armën fjalë një polici i shtetit. Nxjerri armën një qytetari. Keni shpërzuar detyrën se efektivi policisë edhe për kundrazi të mundur që keni pasur konfortime fizike, ta zotërit shkojnë në polici, asti në polici nuk ju merr kallëzim pikërisht për faktin që ju jeni punonjës policie. Kemi qenë në prokurori. Kjo nuk është zbatuar. Çish është si du? Zotëria pretendon që ju i keni nxjerr armën. Ato ka dalë 7-8 vet këtu zotërinj, me gur, me spata, me kmesa, me lopata. Absolutisht jo. Ka qenë vllai çuni vllai, tom godit mu. Unë eci vetëm me ligjen. Sipas këtij zotërie, historia e dhunës është krejtë ndryshme nga sa e tregojnë fshatarët. Madje ata kanë kërcënuar dhe ofenduar, gjë që për hir të së vërtetës e bëjnë dhe në praninë tonë. Se ti legend burr, regjistroj këtë gjë, realizoj. Kjo nuk duhet të ndodhte, por me sa kuptojmë, banorët e Omeshit e kanë humbur tërësisht durimin me bark fshatarin. Dhe jo vetëm ata, por dhe personi që pretendohet të jetë krati. Po flet vllai jot. Mos u larg. Jo, ky vllai është shumë e vërtetë. E kanë përdorur këto vllain tim ato. Ky ka bën kallëzim nipit vet. Për këtë punë, po toka këtij. Ekstremet prish kët barrën. Ja, ja ku jeni, ja. Nuk ka qenë rruga aki, ja. Të lutem për flas me këtë. Ti aktori kryesor që ke bu barrën këtu. Let u ambyll derën këtu. Me pistolet para edhe me dur kështu. Ja ki zotri mu këtu. Zotri, shteti ta jep armën për të mbrojtur qytetarët dhe jo për t'ia nxjerrë bark fshatarit. I di më mirë se ti zotni këto. I di më mirë se këtë zona. Po ke zbatuar atëherë. Ja ku ke armën? Po më armën në shkoj unë. E ke për detyrë pak të ngjorsh vllai. Të lutem. Në 2025, ti zet rruga, ni punës policie, vetëm këtu ka ndodhur. E ka thua Glondema. Këtu ka Glondems kjo. Ni punonjës policie ti vet non grata dhe këtu ka ndodhur. Non grata? Po që mësoi malli i vogël këtë fjalë. Se do thotë që polici është më i rëndësishëm se bashkëtarët e tjerë, ke veshur dhe uniformën e policisë dhe ta akuzon edhe si punonjës policie që i kërcënon, ju bën pasion jo është ta abuzosh me uniformën e policisë. Po vakin herë këto ndoshta kam kërkuar gjë tillë punë, kam provokuar në maksimum si nuk është zgjidhje të shmangesh. Zotri, me ngjyrë vllajn, rri. Ke veshur uniformën e policisë. Dhe nëse abuzon me uniformën e policisë, patjetër që duhet bash përgjegjësi, sepse të jesh polic nuk do thotë që ti duhet të zaptosh një rrugë fshati. Të jesh polic nuk do thotë se ti je më i mirë se të tjerët. Nuk të bën posti i policit, detyra e policit më të nderuar. Aliu iku duke mos dëgjuar askënd, madje as vëllain e tij, i cili, edhe pse me shumë vite mbi shpatulla, ka qëndruar për 12 orë në polici pas denoncimit të vëllait. Ndërkohë që vetëm për 40 metra rrugë detyrohet të çojë fëmijët e djalit në shkollë në një rrugë të pakalueshme, në shi dhe në borë. Me shish me kalojnë. Tash është o pranver. Dimrit është e pakalueshme se mushit ke rruga plot ujë. Unë jetoj në Itali, iki punoj. Se s'del këto. Çfarë të bëj babi? Njëri rëkum 10 vjeç e tjetrin 4 vjeç. Po të bishi, unë u vërtetoj se këtu është e pakalueshme. Ai bie rreth rrotull. E tu ka edhe shani ka edhe këtu. 5 herë në javë. E mor, e qesh, e pres kur vi bjo buzi. Si kaloni fëmijët? Në korris. Kjo është rruga te sipër, që e boshim për të nxjerr kalamajt, as 1 minutë nuk shkon për të bashku kalamajt e mi me kalamajt tjerë. Jo me detyrohet marr këtë rrugën këtej që zgjat 20 minuta. Miku është kohë e mirë sot. Po më qen shi, më qen bor, më qen ftoft, ç'a të bëj? Ne sot ish me fat që ishte kohë e mirë, por imagjino çfarë heqin të gjithë këta, por sidomos zotëria i moshuar që dërgon fëmijët në shi, në bor, në erë. Le të shpresojmë paktën sekretarja e bashkisë Festime Mjeshtri të ketë një rrugë më të mirë për të dërguar fëmijët e saj në shkollë, mos ketë nevojë as për çizme, as që t'i mbaj në supe siç i mban zotëria. Është e turpshme në Shqipërinë e 2025 të flasim akoma për këto kushte. Por ka dhe nga ata që ende nuk e kanë mësuar se Aliu, punoi si model i policisë së shtetit, i shpallur non grata nga barfshatarët, ka zënë rrugën e Zotit dhe të shtetit. Pse madje ka rrugën e? Po fjala se ka rrugë shënë. A ka fjala se ka rrugë? Pse është bllokuar? Unë sa do të di shofer. Dhe ngelin fiks tek ai trau aty që e ka vendosur Aliu.
Prej tani, se erdhëm të dogana, po të paktën e ka vënë se ka vënë Aliu këtë, ta kishte bërë si rrugët me PPP, ta kishte bërë me pagesë. Mjafto që të lindët kalonin. Tani që hape këtë nuk do shkosh vetëm në burg, do vi dhe unë me ty. Aty ku janë banorët, ishim dhe në fillim fare. Kjo është rruga që fshatarët thonë që u është zënë nga Aliu. Dhe për të ardhur nga atje, në këtë pikën ku jemi këtu, nuk duhen më shumë se 30 sekonda. Ndërkohë që ne i ram rreth e rrotull dhe bëm 1 kilometër rrugë për këtë 40 metërshin që Aliu e ka zënë. Por imagjino çfarë heqin të gjithë këta të tjerë që duan shkojnë të tokat bujqësore, por mbi të gjitha fëmijët. Për këtë 40 metërshin, Aliu bën një luftë shumë të madhe, madje nxjerr dhe pistoletën që e ka dhënë shteti për mbrojtje qytetarëve dhe mbi gjitha çon vllajin në burg. Ndërsa pas sherrreve të shumta që kanë lindur në fshat pas bllokimit të rrugës, kolegët e Aliut i kanë marrë masat. Ndaj banorëve, kuptohet. Ne kam bllokuar edhe shiftën. Pse duhet ma bllokojnë? Jam konflikt me Aliu. Edhe ai ka armë, ti bllokon atje dhe unë ndiem i kërcënuar. Ti duhet të ishe bë policia Aliu. Por roli i bashkisë në këtë histori kaq absurde. Këtu rikthehemi aty ku e nisem. Pyetja që donim t'i bënim kryetares Festime Mjeshtri. Kam ardhur këtu në emër të banorëve të fshatit Homer. Ja ku ke një punonjës i policisë ju ka bllokuar rrugën. Prefekti i Qarkut ju ka urdhëruar? Leni një kërkesë dhe të sjell përgjigje me shkrim. Prefekti të ka kërkuar që ta zgjidhësh situatën. Ke qenë ndonjëherë aty? E ke pasur është bllokuar rruga? Do ta kesh. Kam qenë, të lutem, leni një kërkesë me shkrim. Do ta kesh trutën. Kryetare, nuk është e nevojshme gjithë kjo dhunë. Kërkesë. Nuk është Po më lëshohet zotëri. Kryetare, nuk besoj që është normale të vendosë gjithë policët bashkjak dhunojnë një gazetar dhe dini nga dera mrapa. Unë nuk dhunoj asnjëri. Jo, ata të tut. Por nejse, pyetja është çfarë do bëhet me rrugën e bllokuar? Ja ku e ke. Keni një kërkesë me shkrim dhe të sjell përgjigje. Ja ku e ke hartën. Do ja zgjidh unë. E ke parë, po kur do t'ju zgjidhësh? Do t'ja zgjidh unë. Kur të vriten? Jo, nuk do vritet asnjëri. Ai zotëri kanë qenë. Jo, nuk vritet. Po sikur ti vras. Kur do të reagoni ju? Kryetare, nuk është normale. Ja pra, kjo është Festime Mjeshtri, kryetarja e Bashkisë së Bulqizës, e cila organizon gjithë strukturën e policisë bashkiake dhe administratën publike, që duhet të jenë shërbim qytetarëve që të shtyjnë, të dhunojnë, të përplasin në përdyer një gazetar dhe një operator që ishin vetëm për të marrë një përgjigje, se çfarë do ndodh me banorët e fshatit Homezh, të cilët për 40 metra rrugë, një polici i cili e pande veten të fortë, i kërcënon madje nxjerr dhe armën. Sidoqoftë, në gjithë këtë rrëmuj, një premtim të paktën e morëm. Do ja zgjidh unë. Pavarësisht sjelljes së vartësve ndaj nesh, ajo që na intereson është pikërisht kjo, që kryetaria të zgjidh problemin, pra, thënë shkurt të hap rrugën. Të shpresojmë. Do ikim nga një xhungël, do shkojmë në një xhungël tjetër. Nga xhungla e Bulqizës do shkojmë në xhunglën e kryeqytetit. Më saktë në xhunglën spitalore universitare Nën Tereza, Gjësund. Para 2 javësh në fakt pam peripecit që kalonin pacientët për të marrë shërbimin në urgjencën e GSUNTS. E ke qartë. Gjësund. Pam se si në fakt në mes të atij kaosi zhvilloi edhe ankandi për të vetmen EKG në të gjithë urgjencën. 2.000 leka ka të fillon ankandi kur të bëjë EKG, 8.000 leka i zotë ka telefonin, bravo zotëri, vajzë më ka të barona, po, 6.000 leka i zotë ka telefon, po, ju zotëri që s'keni suri levajt, po, ju zotëri të bëjë EKG, hop, 8.000 lek djali e telefonin, 130.000 lek, o, 130.000 lek, pop, ushit. 130.000 lek. Ka shpejt ushit. Mbaroj turni për sot. Shumë profesionist, nuk do rëmë. O smurë edhe njerëzit e pas orës 8. Jo, nuk kam. Iko ajo ko. Jo. Tani smurë vetëm para dite. Ju zonja që meret fryma atje në fund, ajde një nesër. Unë nesër shfest është pushim. Ajde ta, u të nësë javu dhe me lel. Javës tje. Ore, kam për aksident. Këmba. Zoti vonë dorën aty ke plaga dhe bodë me. Është në fakt metode pagabueshme, edhe shërbimin e merr, edhe këstimu i argëtues, kënaqë. Bën çik kardio, çik gjë. Pak me adrenalinën. Ai që ka më shumë nevojë, le të bëj ofertën më të lartë, shumë e thjeshtë. Ke nevojë, ofro më shumë para. Po kush ka lek ka të drejtë. Është një shprehje urtë e kohëve tona. Dhe ne bëm një vizitë tjetër urgjencës pas denoncimit për të parë nëse janë marrë masa dhe për të dëgjuar edhe vetë komentin e drejtoreshës së QSUTS. E kemi? Watch.
javë më parë, në vigjilje të një fushate të ndezur zgjedhore, kryeministri Edi Rama do të fliste me superlativa për standardet europiane të urgjencës në Shqipëri. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi, sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk I lë gjë mangut urgjencave të vendeve të tjera. Për të kuptuar sa të vërteta janë fjalët e kryeministrit, shkuam vetë në urgjencën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, më e madhja në vend, e cila pret me qindra pacient në ditë. Dhe situata është pak të quhet skandaloze. Ne dokumentuam radhën dhe shtrimet e pacientëve në korridore, të cilët në kushte as pak normale merrnin shërbim. Një pacient që vuan nuk do të ketë edhe mendime të çështjes privatësisë patjetër, dhe privatësia duhet garantohet. Perdet mund vendosen çfarëdo lloj momenti. Më pas, dokumentuam edhe mungesën e aparaturave në këtë repart. Një EKG me gjithë urgjencë? Se kanë rregullu këto? Ka po që janë prish këto? E s'ka një këtu bërë? Ky punonjës I urgjencës sapo na ka bërë disa deklarata shokuese njëra pas tjetrës, por më e rënda është kjo. Diskutimin e prishjes së aparaturave për të favorizuar klinikat private e kemi dëgjuar me 10 herë, por kur e thot dikush nga personeli I QSOT, atëherë gjërat bëhen më të besueshme. Por çfarë mbetet është fakti se urgjenca e qendrës spitalore universitare Nën Tereza prej 3 muajsh ka në funksion vetëm një EKG, ndërkohë që edhe pjesa tjetër e pajisjeve nuk punon. E për këtë nuk është marrë asnjë mas për t'i rregulluar apo zëvendësuar atome të tjera. Ishte vetë shefja e observimit të urgjencës së QSOT-s që deklaronte pamjaftueshmërinë e tyre. Aktualisht që ne flasim, kemi 2 aparate elektrokardiograme që janë në pjesën e urgjencës të kodit kuq dhe në pjesën e triazhit. Janë bërë kërkesa vazhdimisht për sa I përket pjesës elektrokardiogramës, ajo është më e rëndësishme kur të vjen një individ, pas matjes së parametrave jetësor, dhe jemi në pritje për të shtuar ky numër. Realizohen 400 elektrokardiograma në ditë, ato dalin nesh funksionit në interval shumë të shkurtër kohor. Kjo elektrokardiogram që lëviz në zonën e kuqe përdoret edhe për pavionin ton të observimit. Është e pamjaftueshme të përballosh atë ngarkesë me 2 elektrokardiograma. Dhe a ndryshoi sadopak situata pas këtij vëzhgimi disa ditor dhe pas problematikave që evidentoi mjekja Hysi? Për këtë, vendosëm të rikthehemi sërish në repartin e urgjencës së QSOT-s dhe me të hyrë, vëmë re që në dhomën ku kryej EKG është vendosur një perde e bardhë ndarse, një lloj privatësie për pacientët teksa kryejnë këtë ekzaminim. Ja që diçka pas ka ndryshuar. Ndërsa jemi në pritje të një mjeku për të na asistuar, prania e qytetarëve sa vjen e shtohet. Dhe me shtimin e tyre, nisin problematikat njëra pas tjetrës. Dhe një doktor duhet të një, një vetë të shkruar, një vetë natë, sa loma jonë, logarit. Ky zotëri në hyrjet e ambientit pengohen nga rojet, të cilët I kujtojnë se për të bërë një EKG është thuajse mision I pamundur. Pra, nuk është se ka ndryshuar gjë nga hera e fundit që ishim. Ky pacient I moshuar me krizë veshkash ka pritur për më shumë se 30 minuta në një karrike as pak komode, derisa më në fund një infermiere u kujtua për të. Pacient. Të morën që analizë, sa të të njerë. Ata që ka ardhur të tretë. Kushtë të solli, nga të intervjerë. Po vajtë të kishme vetë? Ma da të kishme për më bajtë të kapë. Tani shikoni pak këto pamje, pacienti që ecën në këmbë dhe karroca që shtyhet nga infermierja. Kur afrohemi tek dhoma e skanerit, infermierja I kërkon pacientit që të ulet në karrige, e cila nëse e vini re, ka vetëm 3 rrota. Por ky nuk është rasti I vetëm. Një video e regjistruar nga vetë pacientët tregon për gjendjen e mjerueshme të karrikeve që përdorin çdo ditë infermierët në këtë repart. A ka arsye që pacientët të bëjnë gjithë korridorin në këmbë dhe më pas të ulen në karrige vetëm në momentin që hyjnë për të vizituar?
Ndoshta stafit të urgjencës këto veprime i duke normale, por për këdo që i sheh, janë tërësisht të panevojshme, për të mos thënë tallje me pacientët. Kjo që do të shihni tani nuk është vetëm tallje, por diskriminim me personat që kërkojnë ndihmë në këtë repart të QSUT-s. Skena e pazakont ka për protagoniste një vajzë të re e cila trajtohet me ironi dhe tallje nga infermieri i turnit. E gjitha në prani të 10 personave. Nuk jam mirë, kam të këtë fmi. Hajde, pra, që të doktore që marrë fuqi, hajde. Hajde të kërë fuqive. Da të nashën e parë. Shumë mirë. Ne doktore janë të që së të ta fuqive. Ne që s'ta shkemi të Është e kuptueshme ngarkesa dhe stresi i punës që ka personeli i urgjencës, por gjithashtu është tërësisht e papranueshme një sjellje e tillë tallëse ndaj personave që drejtohen aty për ndihmë, edhe pse jemi të sigurt që në këtë staf ka me 10 mjek dhe infermier të ndërgjegjshëm, të cilët i shërbejnë me përkushtim pacientëve. Problematikat e kaosi vijnë gjatë gjithë orëve të qëndrimit ton atje. Njerëz që hyjnë e dalin pa marrë përgjigje, mungesa e një recepcioni si në çdo urgjencë të botës, pavarësisht se në projekt është i përcaktuar dhe indiferenca e dukshme e një pjesë të madhe të stafit. A janë e dieni drejtuesit e QSUT-s për kaosin e përditshëm në urgjencë? A i vizitoni ju të afërmit tuaj në urgjencën e QSUT-s? Sigurisht. Ku i lini të prisin në koridore, të shtrihen? Shiko, nëse keni pyetje dashur, referojnë një shefave dhe më të vazhdoni me ta. Kush është më mira që prisin qytetarët në koridore? Asnjë përgjigje, por a duhet të ketë një reformim të menjëhershëm të urgjencës së QSUT-s? Mbase, duke ndjekur deri diku një shembull të ngjashëm të urgjencës vjetër, ku kanë qenë disa perde ndarëse që secili individ kishte pjesën e vet të trajtohej siç duhet dhe të ruhej deri diku në far privatësie. Kemi në proces pritje për ta rikanalizuar sërish siç ka qenë dikur urgjenca e vjetër me atë sistem që ka pasur. Ndërkohë, mjeku Ali Mehmeti jep një propozim të detajuar të ngjashëm me urgjencat e vendeve të tjera të Europës. Urgjenca është element kyç jo vetëm për shëndetësinë, por edhe për sigurinë kombëtare. Kujtoj që urgjenca e Tiranës është urgjenca më e madhe. Shumë e rëndësishme të kuptojnë që kjo nuk mund të funksionojë si e pavarur. Në radhë parë duhet ketë ligje që garantojnë nivelet esenciale të asistencës. Vendosen për shembull kodet e urgjencës, për jeshil, verdh, kuq e me radhë. Mund të vendosh një sistem pritje, një sistem numerik, një mesalla idone ku mund të presin siç duhet. Në radhë dytë, duhet planifikosh ambientet dhe njerëzit, personelin, aq sa duhet për popullatën që ato shërbejnë. Numri i personelit është i ulët. Ambientet pritëse janë të pakta, të cilat nuk kanë dot mundësinë të përballojnë një fluks të tillë që është pra duhen shtuar. Radhë tretë, për të bërë këtë të mundur, do kesh detyrim edhe të shtosh financimin. Përveç personelit, ke nevojë për aparatura, ke nevojë për ekzaminime, ke nevojë për mjekime. Aparaturat ne i kemi parë shumë mirë që bëhet shumë bujë kur blihen aq sa blihen, por nuk mendohet më pastaj për mirëmbajtjen e tyre. Me sa duket, mjafton vetëm pak vullnet dhe ca para që gjërat të përmirësohen. A do ndodh? Le të presim. Një sorkade dhe një kastravec deti duke kërcyer. Jo, more, jo, jesi... Kaproll. Dinozaur. Bravo. Dashur miq, emigrimi masiv i viteve të fundit na ka bërë të shohim një lloj tjetër të ri stereotipi shqiptar. Është ai stereotipi shqiptar që do të shkojë në shtëpi dhe të pasurohet shpejt. Po. Pa u lodhur shumë. Që merret në aktivitete të palishme. Ku në krye të listës tonë është hortikultura. Ama e qajti hort ti? Jam një hort. Ta thjeshtojmë pak? Po, ta thjeshtojmë. Kopshtaria. Shumë e nderuar kopshtaria. Pa tjetër, por aq i fuqishëm është ky stereotip, sa që me sa duket bëhet realitet edhe për ata që nuk janë nisur për atë punë. Po. Për ata që shkojnë për të bërë një punë të ndershme. Është pak a shumë si ai stereotipi i një ministri ose një kryetari të një bashkie,
që për shembull thot, unë kam ardhur këtu për të shërbyer juve. Dhe gjithë mendojnë se e ka me neve, po ai e ka me veten. Ai thot kështu në shumës. Po i thot respekt. Po pra, juve i thot vetes. Ose si ata tipat që i thon do shkoj në Londër thjesht do isësh baçën. Po. S'është me domate. Po. Dhe rria një vit u it baçën. Syt gjakt kuq. Valla, kam i vit që ju is, po nuk po qi domate kjo, vetëm ca gjolla aty. Fare keqe kjo. Shumë fare keqe, le që vjerë keqe kjo valla. Ta londinezët nuk i kanë që domate. Shërë domate, shaj këta. Piranja jon, Jonida Mukjana, sjell historinë e një zotrie, Hallexhi, si shumë shqiptarë të tjerë, të cilët i premtuan punë në Spanjë. Po. Punë të ndershme, të lishme. Por... Sta nda ky pori nga jeta. Ka një por, jemi shqiptar, po s'pati por, s'do ishim shqiptar. No por, no fan. Nuk gjeti punën e premtuar dhe as tokën e premtuar, por gjeti serën për të kultivuar. Se nuk bën një poezi ti? Por. Por. Unë jam baba i 2 fëmijëve, punoj si saldator. Më ka lidhur një kontakt, një kreni e unë jeton aty në Tiranë. Çfarë punë bën te ky? Kamarier, 38 vjeç. Historia që do të dëgjoni na është treguar nga një person i cili në panik na u drejtua për ndihmë dhe më pas humbi çdo kontakt me ne. Në situata të tilla ne detyrohemi të ndërpresim punën, por ky nuk ishte rasti, sepse ajo që do të dëgjoni mund të ndihmojë shumë të rinj që të mos bëjnë të njëjtin gabim si ky 35 vjeçar. Si shumë bashkëmoshatar, ai mori kontakt me një person për punë në Spanjë. Gjithmonë në profesionin e tij, atë të saldatorit. Ty të tha që do punosh saldator, ku do punoje saldator? Në Valencia. Edhe para një jave mora avionin që shkova në Valencia, më kupton? Sepse më lidhi edhe më thanë që kështu kërkojnë punëtor, kam nisur të sa persona të tjerë atje dhe okej, të kurse sa. Ajo që e joshi të riun, i cili nuk u mendua 2 herë që të udhëtonte drejt Spanjës, ishte edhe paga tepër e mirë që ju ofrua nga bashkëfolësi. Paguajt mirë, 4.000 euro në muaj. Saldator, ka shumë punë. Ky është një person është një Emiliano nga emër, është një shumë i shnosh, nga era paqe pash. Ky është ponari. Dhe të tha që hajde se do punosh me mua në Valencia, po? Po. Dhe Emiliano të priste atje, si ishte kontakti jot i parë me Emiliano, në telefon, me mesazhe, fizik? Në telefon, as nuk e një afare. Në fakt, i riu kishte disa kohë që punonte në Itali me një pak fikse, prandaj kërkon garanci financiare bashkëbiseduesit. Thash valla, shikoj se unë këtu në Itali po punoj, po i marr 1.500-1.600 euro në muaj. Po unë që di aty, thash, nuk e di ku fillon rroga. Unë do t'i dërgoj në lek familjes. Dhe Emiliano tregot më njëherë bashkëpunues duke i ngjallur besim 35 vjeçarit se gjërat do të shkonin mirë. Po, hajde valla, tha ti dërgoj unë, edhe më preu biletën, shkova zbrita atje, i dërgoi 400 euro familjes tina. Ja dërgova unë me Po do dha direkt 400 euro. Po. Mi dha direkt 400 tjera tha ja sa të filloj punën ne do t'i marrim. Gjithçka mirë e bukur, respekt, mikpritje dhe lekët në dorë. Sjeta natën e parë, natën e dytë para se të flija ku shikoj zbret në hoteli po një shqiptar tjetër nga Shkodra. Thjesht u takun kështu se nuk prezantoheshin njëri këtë më modra. Edhe çfarë valla nga nga Shkodra, kaq. Në pamje të parë një takim normal mes shqiptarësh në vend të huaj, por në realitet aty nisin sinjalet për të riun se gjërat nuk do të ishin aq të lehta sa dukeshin. Ai sa kishte ardhur, kishte një. Unë jam duke ikur sa. Iku ai edhe pastaj ky Emiliano më thotë shikon se ikin ka kalaman thotë se ma Aty për 35 vjeçarin nisin disa dyshime. Fundja përse duhet të trembet një person për një punë saldatori në Spanjë, për më tepër që Emiliano nuk e çon më një herë në vendin e ri të punës. La dy ditë në hotel, pastaj tha se do ikim do dalim nga puna. Të thash fikur. Hajde as do ta shpjegoj. Duke ikur në makinë, ikum në normale. Sot valla shikoj se mund të nikur gjithë çuna dhe mirë po ne këtë i bëjmë edhe këtë punë ta kështu. Do mbyllim vashash. Këtu për 35 vjeçarin dyshimi kthehet në frikë, për më tepër që Emiliano nuk duke shumë i qëndrueshëm. Po shikoj edhe çik çuditshëm faktikisht, edhe ai konsumon edhe shumë kokainë, shumë jashtëmos. Pastaj po më shpjegon dhe shikoj ti si është puna vetë. Hajde dhe bëmi punë tjetër në Brazil, ata ikën me 100 euro në shtëpi ta çora kalamajve. Po më tha du trema. Më çon pastaj një 2 orë me makinë deri larg nga mali, në një mal që as vetë nuk e di sigurisht, bilet në fiku dhe telefone. Një praktikë e njohur e trafikantëve për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Së pari nga frika e gjurmimit nga policia dhe së dyti për shkak të mosbesimit tek punëtori sapo ardhur. Edhe më tregon ato bimët e ashashit që i kishën mbjellë kështu të gatshme në një serë. Sa kishte gjithsej? Ai më tha mori ishin rreth një 4000. Pasi e mendon mirë situatën dhe duke parë se gjërat ishin tërësisht ndryshe nga sa ishin folur përpara nisjes
ardhnisjes për në Spanjë, i riu vendos të kundërshtoj. Edhe i them, shiko vlla, unë nuk jam për të punë, se unë jam me familje. Unë erdha thash, nuk ka thënë filani nga Shqipëria që të shkoj do vi do punoj saldator edhe punë tjera, thash, po me këto thash unë nuk bëj unë do të burg le kalamajn babu. Emiliano nuk reagon as pak keq nga ky kundërshtim i 35 vjeçarit. Madje tregohet i arsyeshëm, por edhe i riu nga ana e tij bën sikur nuk ka asgjë të keq në atë që ka parë. Mirë, po atë që hoteli, po munduesh më mbusë mendje, më kupton? Mirë, po atë që hoteli që thonë atje dhe nëse mbjes të shkojnë. Kur je qeton që thash ore, po unë kur rri sonë do më po e merra me të mirë, po bëja sikur do rria, sa të çonte diku me një xhatë të paktën, kishte sfat. Një arsyetim logjik përballë një personi i cili sipas 35 vjeçarit kishte aftësi për të bërë keq. Si ky zoti zbritëm mamali pastaj. Sa më shon te hoteli që largohet, aty marr çantën me zonja dhe iki. 2 ditë më si Moskova atje. Ditën e tretë ika. Pra ti u arratise. Po tamam u arratisa. Pas kësaj arratisje nga personi tek i cili priste t'i ofronte një punë të lishme, 35 vjeçari udhëtoi rreth 350 kilometra drejt Barcelonës, me sa duket për të qenë sa më larg problemeve që mund t'i sillte ikja nga aty. Kam marrur te një mik këtej në Barcelonë, si po më mban këtu, po pres që punonja 2 ditë bëj lekë biletës dhe kthem te familja. Do të ishte gjithçka si një ëndër e keqe e mbyllur aty nëse Emiliano nuk do të insistonte për ta kthyer. Kuptohet në formën e tij. Unë jam shumë i shqetësuar për mesazhe, po vin mesazhe kërcënuese. Më merrte në telefon, po unë nuk ja ngrija, sepse ja ngrita njëri thash valla, unë ika. O ty kush ka futur që të vish këtu, po më kërcënonte. Ore do ikë valla, se nuk e bëja të punë. Jo ty të kanë futur te mua. Duket që Emiliano dyshonte se 35 vjeçari bënte pjesë në grupet rivale të shqiptarëve që kultivojnë kanabis në Spanjë. Më sa kuptova unë ka probleme me ndonjë grup tjetër edhe unë nuk para jam marrë me këto me motra. Në nisën e fiksionimit që do punoja punë saldator ose ndërtim çakis në Valencë se fa është bërë për mbytyje vjetë dhe duan punëtor. Hajde thash, në sa po kuptoj unë ai që ka një person shumë i rrezikshëm edhe bilesu informova e çik më thanë po po çdohet atje. Ora nuk dia gjë atje më thash. U takova rastisht me një që ka të afërm atë. I thash valla më gjet belaj, i thash shumë shne ti atje valla, ti e punëtor kështu. O i më na thash kompleksa. Përmes telefonit Emiliano i ka ngritur tonet duke kërcënuar me jetë 35 vjeçarin i cili i terrorizuar vazhdon të qëndrojë i fshehur diku në Barcelonë, me shpresën se kjo nga të rrezë të mbyllet sa më shpejt. Po çati tham bash, i merrni telefonin thash valla, se po më kërcënon me jetë. Po më thotë që do të vrash, do të bëj grobë, do të mbas gjurmën. Tash i bësh mesazh shumë i rëndë me motor. Pas kësaj bisede, ne kërkuam të komunikojmë me 35 vjeçarin, por pa ja arritur, sepse me sa duket, i trembur ai nuk ka dëshirë të komunikojë më me asnjëri. Ajo që na mbetet është vetëm t'i urojmë fat dhe i bëjmë thirrje të gjithë të rinjve të informohen mirë përpara se të nisen për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian. Në të kundërt rrezikojnë të bien në duart të personave si ky Emiliano. Na vjen keq në fakt që nuk e ndoqëm dot deri në fund si histori, por denoncuesi i humbi kontaktet me ne. Gjithsesi vlen si paralajmërim për çdo që nuk duhet të bjerë në këtë kurth. Pra, tregoni të kujdesshëm. Po, ndërsa ne nga kanabisi ka lënë një tjetër lloj droge. Por edhe kjo është po aq e kultivuar. Kumarje? Jo, politika. Politika. Në linjën e intervistave dyshe para zgjedhjeve sot radhën e ka Elbasani e ban. Receta është e njëjtë, ndryshojnë kuzhinierët. Të bafsh. Kush vishet më bukur në parlamentin shqiptar? Të jemi sinqert, nuk para i shikoj nga veshja. Doktori. A ditë gënjesh? Deri tani jo. Ja, fare. A jeni të fiksuar me telefonin? Po. Po, shumë. A keni përdjekur ndonjëherë dikë? Jo. Jo, asnjëherë. Sa bindës jeni në një debat? Kam përshtypjen 10 nga 10. Besoj se mjaftueshëm. A qani duke parë një film? Jo, nuk jam shumë emocionale. Rrallë, shumë rrallë. Shihni telenovela? Jo. Jo, fare. Kush do e fitonte një garë karaoke midis PS dhe PD? Për këto gjërat e shefit mbase do fitonin ata, se të punëve i fitojmë ne. Besoj se unë kam bërë shka muzike. Keni votuar ndonjëherë për partinë kundërshtare? Jo. Asnjëherë. Keni munguar ndonjë ditë në punë për hangoveri? Jo. Jo, asnjëherë. E dini pagën minimale në Shqipëri, pa përdorur Google? Po. Po. Sa është? Do të jemi tek 400. Besoj 400.000 lekë vjetra. Keni bërë ndonjëherë selfie detyruar me ndonjë votues? Jo. Asnjëherë. Keni TikTok? Kisha, po tani është i mbyllur. Jo, nuk kam TikTok. E keni shkarkuar VPN-n? Jo. Jo. Pse jo? Sepse pra shkosa është diçka që është një iniciativë që po merret për ta mbyllur përkohësisht TikTok-un, nuk kam se bëj rebelen. Jo, se TikTok nuk kam. I keni kërkuar ndihmë ChatGPT për ndonjë fjalim? Patjetër që po. Te për ju, patjetër gjithmonë. Sa kushtojnë vezët supermarket? 40 lekë. Besoj 30 lekë vjetra. E keni dëgjuar që vezët mund të jenë të infektuara me grip shpendësh? Hera herës ka informacione të tilla, kështu që po.
Po, kam dëgjuar. Keni bllokuar ndonjë gazetar në rrjetet sociale? Absolutisht jo. Deri tani jo. Po ndonjë fans? Absolutisht jo. Po, ka që ofendojnë në rrjetet sociale. Rama apo Berisha? Rama gjithmonë. Patjetër që Berisha. E kisha fjalën kush gënjen më shumë? Berisha sigurisht. Atëherë gënjen Rama. Instagram apo TikTok? Instagram. Facebook. Debat televiziv apo fushat der më der? Fushat der më der. Fushat der më der gjithmonë. Kafe apo çaj? Për mua çaj. Kafe. Raki apo ver? Për mua ver. Ver. Të kenë frikë apo të duan? Të duan. Patjetër që të duan. Fam apo pushtet? Asnjërin as tjetrën. Të dyja nga pak. BE apo sovranitet? Njëra nuk rri patjetrën. Sovranitet. Liri fjale apo siguri kombëtare? Për mua liria fjalës është mbi të gjitha. Të dyja. Fam e shpejt apo trashëgimia afatgjatë? Trashëgimia afatgjatë. Trashëgimia afatgjatë gjithmonë. Staf të zgjuar apo staf besnik? Staf besnik. Besnik, do thoja. Të fitosh me shumicë votash duke bërë marifete apo të mbasësh me dinjitet? Fitoja me dinjitet. Do preferoja të fitoja me çdo lloj koste. Të kapesh në gënjeshtër apo skandal? Asnjërin as tjetrën, pse duhet kapesh? Asnjërin nga të dyja. Bashkëpunosh me rivalin më të madh apo të lësh politikën? Absolutisht të lë politikën. Të lë politikën këtë rast. Të heqësh do nga telefoni për një javë apo nga paga për një muaj? Do zgjedh trim me telefonin. Nga paga për një muaj. Të bësh viral për një gaf apo mos të dëgjoj askush kurrë? Kam përshtypjen që jetojmë në epokën ku nuk ka marketing të keq. Pse ja të bën viral, nuk ka problem. Të debatosh live çdo tente apo të menaxhosh vetë pastrimin e Elbasanit? Patjetër me pastrimin e qytetit. Të dyja, pse jo? Të humbasësh zërin para një debati apo tekstin e fjalimit në fushat? Në debat nuk dua dhe nuk pranoj të jem asnjëherë humbsa. Zërin. Të thuash të dua pa dashje në parlament apo të rrëzohesh duke hyrë? Më mirë të shpërndash dashuri, të them të dua. Edhe të rrëzon, bëhet viral ndoshta. Të mbetesh në ascensor me 5 votues të zemëruar apo me 5 lobist? Me lobist do bënim punë të madhe pastaj. Po, eksperiencë e bukur do ishte edhe me 5 votues të zemëruar. Të bëhesh me ti apo partia? Partia Socialiste e ka treguar që nuk e ka shumë problem, edhe marketingun e keq. Po tha mund le të bëhem meme. Cila është ana jote si politikane që do duhet ta mbahej fshehur? Të mos humb durimin dhe të mos dal nga vetja. Zemërohem shumë shpejt. Cili është momenti juaj në një lidhje që mund të quhet shkelje vijës kuqe? Kur thyet besimi. Mungesa e sinqeritetit. Keni kopjuar ndonjëherë në provim? Jam shumë keq nga shikimi dhe nuk kam arritur ta bëj një gjë të tillë. Po patjetër. Kur e keni thënë për herë të fundit kam gabuar? E them shumë shpesh. Tani afër. Cila është kënga juaj e preferuar? Në përgjithësi nuk kam gjëra të preferuara. Thunderstrike e CDC. Çfarë ligji do të miratonit ditën e parë në pushtet? Ky binjakëzimi me shkollat që tashmë janë në Bashkimin Evropian do të ishte një nga gjërat që unë do doja të lëbëja më fort. Ligjin për incineratorën e Elbasanit. Nëse ndaloi politika si profesion nesër, me çfarë do të merreshit? Me atë që jam marrë edhe tani përpara se të futesha në politikë. Unë jam po themi një profesioniste në administratë publike. Atë që bëj aktualisht me biznes. Cila është një gënjeshtër që çdo politikan e thot? Do jem vetvetja deri në fund. Ujë dhe drita 24 orë. Baklava apo ballakume? Ballakume. Gjithmonë ballakume. Kur ke qenë herën e fundit tek Skampa? Dje. Para pak ditësh. Çfarë bëre? Kisha aty një takim me disa miq, tani fushata ju e dini ka shumë takime, kështu që niste nga aty. Në një aktivitet politik. Pika hot e Elbasanit, Kalaja, Bulevardi apo Facebooku? Do jetë Kalaja me rivitalizimin që do të bëhet. Kalaja. Cili është miti më i madh për Elbasanin? Në Elbasan ka djem të shkurtër, nuk janë të shkurtër, janë shumë të gjatë. Si mite me bugaça. Çfarë do më shumë nga qyteti yt? Traditën. Mikpritja. Çfarë urren më shumë nga qyteti yt? Dëshirën për fjalë sesa për punë. Ajrin ndotur. Çfarë i thoni dikujt që thot Elbasani është i mërzitshëm? Nuk ka ditur të trokas në derën e duhur në Elbasan. I them që në vit jetoj të pak një javë në Elbasan. Çfarë do t'i vidhnit një qyteti tjetër? Ritmin e shpejt. Ajrin e pastër. Trafiku në Elbasan? Ka filluar të rëndohet, po do ketë përmirësim tashmë me unazën e madhe. I tmerrshëm. Nëse Elbasani do të shpallte pavarësinë, do ishit ju liderët e revolucionit? Do kisha shumë qejf. Ja, nuk besoj. Tani, na përshëndesni me dialekt Elbasani. Qa bane o bab? Qa bane, si jeni mirë? Ne, kështu, gradualisht, si pa e kuptuar, qetësisht. Erdi. Kem mbritur në fund. Do ikem. Nuk arrit ta kuptoj sa shpejt po ikën ky vit 25. Bëjmë pak si të mërzitur shumë. Ne jemi të mërzitur. Dhe sikur, pse më nuk të hahet ty tani? Nuk më hahet. Edhe më hahet. Ka një simfoni këtu. Edhe më hahet. Por? Ti vjen këtu për një tas supë. Sikur ta kishim një tas supë. Po ti vjen me tas bosh, që ta mushim në me supë. E lëm se këto janë problemet tona personale që i lëm jashtë kësaj skene, do të shihemi të premten tjetër në po të njëjtën orë, por me tema të reja. Dhe ju urojmë t'ja kaloni sa më bukur, të ecni me kujdes, ta doni njëri tjetrin, mos i bëni keq njëri tjetrit, ta mbroni dhe atë mos hidhni pleja nga dritarja, dhe për ju që nuk doni t'i zbatoni të gjëra, kujdes. Kujdes. Piranjat kafshoj!
në përfusha, në përkodra, për shëllem një e kërsir. Pra pura, hajt pini, ore qast, për gjakallin në të eret, është se dhe një rast. Hajt pini dhe rëmbeni, pushti qepen, pushti arka, të paprek ju qeti treka, milioner ju suri tërka. Hajt pini, rëmbeni, pushti arka, pushti qepe, që sa populli kuja të përgjigjet për qelepe. Populli rëmë të sotiri.